E bën edhe e bën si drejtje. Ta e kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa buk. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? You are not held responsible. Living here in the most extensive exposure of this child. Të dashur miq, kjo është pjesa e dytë e diskursit publik se çfarë duam. Për të kuptuar më shumë se për çfarë po flasim dhe për të marrë kontekstin e të gjithë bisedës, ju sugjeroj të dëgjoni në fillim episodin 42 dhe pastaj të vini përsëri tek episodi 43 në mënyrë që të kuptoni të gjithë bisedën nga fillimi deri në fund. Jo, nuk do të thotë, kjo është gabim në hapa, se mendoj që njerëz që mund me jetu me ta, që mundemi të jetojmë me ta, ka pak në botë dhe ka pak në rrethin tonë. Është budalla ai që mendon që e hup një person me cilin është duke i pëlqyer muhabeti për disa çështje teknike, si të them që a din me çit fliti ose a din me çit pite, a din me sa ke kalu. Është tjetër sen, janë disa çështje për shembull se ke kalu me një shok të ngushtë të tij ose me dikon të njoftëm dhe vërtet bëhet e pamundshme e lidhja sepse fillon të kuklavitet atë. Por çështje të cilat mund jo vetëm që mund me prish, por unë vetë nuk pe kuptoj këtë procesin e intervistimit për martesë si proces në një lidhje. Unë mendoj që njerëzit duhet të jenë të lirë dhe të jetojnë jetën e tyre të kënaqur në çështje të tjera, dhe në momentin që arrihet një pjekuri edhe që vetë vjen ai moment që ti I kërkon dikujt a do më martu me mu, prej atij momenti pastaj shihen elemente tjera praktike, ku do të jetojmë, anej kënej, por fillimisht të rritë dhe të gjithë do të kujdesen që të gjejnë pika që I lidhin mes tyre, jo të gjejnë pika që I ndajnë. Sepse po them, nuk është çaq kallaj me gjetë dikon që vërtet pëlqen edhe me cilin mundesh me bë jetën, edhe me aprish vetit ato me disa pyetje. Po I di me bë kompromise thotë. Jo me bë kompromise, nuk është çështje se Në shqipe si e kuptoj, më korrigjon nëse unë e kuptova fjalën tënde gabim. Unë e kuptoj në këtë mënyrë. Që ti thua që nga që ne kemi 15 gjëra që na bashkojmë, nuk duhet të lëm këtë gjën që të na ndaj. Po në qoftë se ose femra ose mashkulli e ka problem këtë, e ka no deal, e ka deal breaker, e kupton? Ço kuptimi ka të vazhdojnë të pastaj, sepse edhe ai ose ajo do jetë në hije gjatë gjithë kohës, domethënë, edhe në qoftë ata do krijojnë fëmijë, fëmija do vej 10 vjeç, edhe pastaj e merr vesh ai fjalë mbas fjale mbas 10-15 vitesh, që kjo pas ka pasur dhe kjo nuk e pas ka ditur, edhe se nuk donte ta lëndonte apo nuk donte të largonte ndjejat e mira, edhe do shkatërrohet lidhja në mes. Unë mendoj se kjo është më mirë që në fillim për të shmangur lëndimin e madh më vonë. Jo, nuk është kështu e perceptoj. Lëndimet edhe çdo ndjenje e madhe është e mirë. Edhe lëndimi I madh është I mirë për njeriu, nuk është problem lëndimi. Por unë mendoj që nëse ka ndonjë mos pajtim për një sen, për shembull, mua më pëlqejnë drama, ty të pëlqejnë filmat aksion, okay, e gjejmë një vartereni, mundohemi ja vlivduni një tjetrit. Janë disa çështje që po I diskutojmë sot, që ndoshta ende mund me qenë barriera, për shembull barriera në disa rrete dhe mund me qenë barriera në moshën e hershme, sepse edhe të krahasueshmëria, për shembull ti e pyet partnerin tënd, qoftë mashkull ose vajzë, nuk ka lidhje, e pyet sa partneri ka, për shembull përgjigjja vjen 10 dhe ti ke pas 2. Tash ti në krahasimin mundosh me fajsu tjetrin pse ti faktikisht ke pas vetëm 2. Dhe nuk në mënyrë e ki fajin pse nuk I ke pas ti 5 e ajo 5.
ose diçka. Jo, po shiko, kjo është pasaj po ta zbërthesh me matematik, po ne nuk po flasim Po. sa leke në bank. Kjo është shumë herë më e thellë, sepse aty përfshihen ndjenja, aty përfshihet rritja, siç e përmendi edhe Resi, edhe Gjeni, edhe Klara, domethënë këto gjëra nuk janë gjëra që janë thjesht konto, domethënë këto janë gjëra që lënë gjurmë për sa të ketë robi jetën. Ne këtë nuk mund ta lëm baskrave. Pastaj edhe një mashkull që e ka shumë problem këtë pjesën e numrit, edhe nëse siç thua ti nuk duhet ta vëj re, sepse ka shumë gjëra tjera që i bashkon. Unë jam i sigurt që thjesht atyra mashkullore ai do ja nxjih jetën asaj femre, do ja nxjerrin në mënyra të tjera, ose një femër që është e pakënaqur me mashkullin e vet, se ku dëgjon, e ka detyruar familja me u martu me atë mashkull, apo arsye të tjera, do ja nxjih jetën mashkullit vet, sepse nuk është e lumtur më vëlla. Prandaj unë mendoj se këto gjëra jo që në fillim që në kafin e parë, po kur robi fillon që e pëlqen edhe fillon që është i ngrohtë mjaftueshëm për të arritur deri në atë lloj bisede, mendoj se është gjë e mirë të ndahen, sepse tregon edhe sigurinë e gjithë secilit që unë ky jam ose unë kjo jam, këto përvoja kam domethënë, tani ti zgjidhe vetë çfarë do bësh. Unë s'mund të jap ty dorë në thes, edhe nesër pas nesër ti zëm të gjitha muhabetet nga e para edhe e kupton? Po, e kuptoj. Nuk jam edhe kundër me bë pyetjen, por duhesh ta bësh pyetjen duke pas përgjigjen edhe edhe në numrin që nuk të pëlqen. Në farë mënyrë duhet me pas një plan B në përgjigjet që ndoshta nuk të pëlqen. Edhe ndoshta nuk mundesh me te i kalu, dhe unë jam domon e di që 95% ndoshta të lidhjeve janë të dështuar, janë 5% që vërtet janë ato që i qesin në për filma edhe që janë vërtet lidhjet shumë të mira. Por një shumicë e lidhjeve aty në mes dikon bajnë transakcione domon gabimesh edhe një gabim ta fali ty këtë, ti ma fal mu këtë edhe vazhdon tutje. Por nuk ka botë ideale. Unë çka duhet të them është edhe ndoshta edhe si këshill dhe si gjë tjetër është vërtet të krijohen eksperienca të ngritura, të krijohen eksperienca të përbashkëta. Një lidhje nganjëherë 2 ditore, një vikend, mund të më qenë shumë më e madhe edhe më e fortë edhe më e mirë se sa një jetë e tërë dikujt që nuk e ka përjetuar një gjë të tillë ose ka përjetuar ndoshta probleme të shumta me persona të ndryshme. Edhe kemi nuk është çështje vetëm filmash, po mundesh me pas përvojat, duhesh me lyp ato përvojat e përbashkëta të cilat pastaj na mbajnë bashk duke i përkujtu edhe duke e ditë që ky person me këtë person i kom pas gjithë këto përvoja, nuk mundesh më nda. Për çfarë e thash në fillim, që martohemi me dikon që nuk arrin më nda, sepse personat janë secili person nga ne jemi egoist, edhe mendojmë për vete, edhe mendojmë me marrë jargonin nga vetja. Por në momentin që bëhemi për mu bë me dikon bashkë mu martu, në atë moment ti faktikisht nuk arrin më me gjetë arsye pse munda nga një tjetër. E këto tjera mënyrat të bashkëdyzimit, të shqiptëzimit, mënyrat me intervista dhe me sikur një marrëdhënie pune, këto më duket që nuk kanë sukses, edhe nëse mund me pas një jetë të gjatë, prap më duket që nuk do të jetë e frytshme dhe lidhja dhe mund me pas probleme familjare. Mendoj që kur ke vërtet eksperienca të mëdha me dikon, edhe para martesës, edhe gjatë martesës, edhe gjatë gjithë kohës, ajo të mban bashkë dhe të mban dashurinë e cila pastaj e mbron çiftin, e mbron martesën e këto sa tjera. Nuk e mbron pyetjet e përgjigjet. Okej, të faleminderit. Japim fjalën Albit, ka që shpart pret. Nëse mundesh plako më majt pak shkurt se na ka ardhur dhe Andi, mirë se na erdhi Andi, edhe kemi Klarën dhe Mirën. Vazhdo Albi. Po mirë, se kur filloi Andi, pastaj s'ka më kohë për asnjë, kështu që unë kam një 2-3 pika që i kam shënu, edhe e para, domethënë desha t'i bëj si pyetje, po thjesht po i them sepse s'ka më kohë. E para në lidhje me seksizmin dhe misogjinin që po i shoh këto ditë të fundit,
sidomos ka shpërthy me këto femrat e famshme, me këto që janë Big Brother, po thuhet që këto janë kurva, këto janë prostituta, janë eskorta, shkojnë në Dubai e tjera. Dhe mu më duket se ka një paradoks jashtëzakonisht të madh këtu, sepse unë po ta marr shembull këtë Kevina Kthellën, kur në jetën time nuk i kam bërë një like, as nuk kam bërë follow, as domethënë jam komplet ignorant ndaj ekzistencës së saj, përveç lajmeve që mund të më dalin në media për arsye të ndryshme me ke u lidh apo çfarë vani ajo. Edhe ku i mori ajo gjithë të followersa, kush pa e jep gjithë këtë vëmendje, dhe po shohim mediat, një pjesë e madhe e medjave, jo vetëm Big Brother, po një pjesë e madhe e medjave mbahen me këto lajme, se nëse shikon statistikat, këto janë lajme që klikohen më shumë. Supermodelja me format bombastike tregon fotot nga plazhi, me plasa i lajmin, dhe ky lajm merr shumë më shumë klikime se ç'mund jetë një lajm për kulturën ose për ekonominë. Kështu që ka një hipokrizi shumë të madhe, nga një anë meshkujt i ndjekin shumë këto femra, ju japin një rëndësi të jashtëzakonshme, i promovojnë, ju bëjnë të mundur që të marrin vende pune të mira, dhe në momentin kur ato dalin atëherë janë të njëjtët që këto thonë janë kurvat më të mëdha të vendit dhe duket pak absurde. E dyta ishte, lidhje me seksualizimin, unë mendoj se liria seksuale i bën mirë shoqërisë, sepse e liron nga shumë frustracione, por nga ana tjetër ka pas edhe probleme në Shqipëri, sepse duke pas edhe shumë ignorancë, ka për shembull aborte në kushte shtëpie, ka abortet minorenëve të cilat nuk i deklarojnë dot, ose shkojnë nëpër maternitete thjesht i braktisin fëmijët, edhe mund të ketë komplikacione shëndetësore ose ato sëmundje që i përmendi Mira, ka shumë njerëz që janë me HPV në Shqipëri dhe edhe kanë frikë të kurohen, nuk dinë as të kurohen. Për më tepër probleme tjera që mund të jetë rritja e moshës lindjeve për gratë, e cila është problematike në lidhje me sindromën Down, në lidhje me shumë probleme tjera. Kështu që mendoj se duhet liri, po duhet edhe i farë edukimi. Edhe e treta dhe fundit është në lidhje me revolucionin seksual. Unë mendoj se ne kemi dalë në vitet 90 nga një sistem tepër konservator, edhe pse socialisti ishte sistem tepër konservator, dhe për më tepër para atij kemi pas një sistem bajraktarësh dhe belesh, kështu që kemi njohur një boom edhe në lidhje me lirinë seksuale. Edhe tek ne revolucioni seksual duket sikur edhe ka ndodhur plotësisht, për shembull në Tiranë ke njerëz që jetojnë si New York, ke njerëz homoseksual, ke njerëz që dalin klabe, kemi ato festat e famshme 8 marsit, po ke edhe njerëz cilët jetojnë si në shekullin e 19, e mbyll burrin në shtëpi dhe ajo nuk del nga shtëpia. Kështu që tek ne ky farë revolucioni seksual nuk ka ndodhur tamam, edhe kemi edhe një problem tjetër, duke qenë një shoqëri e varfër, seksi ose më mirë themi lidhjet mendohen akoma si transaksione. Domethënë një vajzë e re mendon të lidhet me një burr me lek që të shpëtoj nga varfëria, ndërkohë që në vende europiane kjo nuk është kaq shumë e theksuar, domethënë nuk kanë nevojë meshkujt të lëvizin me makina të shtrenjta për gjetë dashur, ose ky frustrimi i madh i meshkujve shqiptarë që ja shiko se këto vajzat janë materialiste, mendoj se ka lidhje me këtë, me mungesën e një farë lirie seksuale dhe me përjetimin e seksit si pushtet. Domethënë ti vetëm po ishe i pustetshëm, po ishe i pasur, po ishe mafioz, po ishe drejtor, ke mundësinë të kesh shumë femra, dhe ne kemi disa meshkuj, burra, të cilët janë nga 40 vjeç, nuk e kanë jetuar rinin ashtu siç e jetojnë gjithë vendet e botës të rinj, dhe kanë një uri të jashtëzakonshme për seks edhe për të pushtuar femra, edhe pse mund të jenë të martuar, dhe gjithmonë janë këto vajzat e reja që janë vulnerable, që mund të vinë nga rrethet ose që janë të varfra, dhe fatkeqësisht akoma seksi përjetohet në këtë mënyrë. Me kaq du ta mbyll, ja kaloj linjën Andit. Që japim një herë Klarës më mirë, Andi, e ke problem vëllai? Po, Ja, Klarës. Më lëm. Klara, mira, shkurt ju lutem, edhe të lëm profesor Descartes pastaj. Po, shumë shkurt do flasë, në fakt unë doja të ndërhyja pak në moment që po fliste Gazmendi dhe që e ndërpreve ti Bleon me atë pyetjen tënde të përsëritshme. Sepse bie dakord me shumicën e gjërave që Gazmendi po thoshte, edhe më bën akoma shumë përshtypje pse u përqendruam kaq shumë çfarë problemi kanë vajzat, ta thon diçka të tillë, çfarë problemi kanë femrat me shpreh diçka të tillë. Mendoj se në radhë të parë problemi është tek ty.
tek ty. Domethënë problemi në këtë rast nuk e kam me ty personalisht, por është tek personi që e bën. Pra, më duket mua, gjithmonë sipas mendimit tim, që është një mungesë aftësie për të ndarë disa gjëra, për të kuptuar disa gjëra që do i quaja pjesë të sensit komun. Dhe mendoj se do ishte mirë që personi në fjalë që e ka këtë nevojë për të bërë një pyetje të tillë ta kthente pak gishtin nga vetja dhe të kuptonte pak më shumë brenda vetes se nga buron ky ngërç. Mua më duket një pasqyrimi, një lloj ngërçi, një lloj pasigurie. Nuk mendoj se ka lidhje me kompromiset, se në këtë rast për mendimin tim i bie që je ti ai që po bën kompromis me pasiguritë tua. Kështu që për këtë pjesë doja të ndërhyja. Tani mund të flasi zoti. Pikërisht pra, ashtu e thash dhe unë, pavarësisht nëse po flasim për mashkullin në këtë pjesë, domethënë nëse ky tipi është i pasigurt në këtë pjesë dhe është deal breaker për atë, unë prapë mendoj që duhet ta bëj atë pyetje dhe let it go plak, kupton? S'ke pse, sepse ai nëse ka këtë si ta bëj pyetjen, si mos ta bëj pyetjen, nëse është i pasigurt ai në një mënyrë ose në një tjetër, atë lidhje do e shkatroj. Kështu që më mirë ta bëj, ta heqë qafe dhe të shikoj secili rrugën e vet, sesa të t'ia prishin kohën njëri tjetrit. Mirë, okay, në rregull, s'u ta zjas. Mira, në qoftë se e mban shkurt, të lutem të shtosh 2 fjalë edhe kemi fjalën e Andit pastaj. Po shumë shkurt lutem Mira. Veç deshta me kuptu për i ku ka ardhë kjo pyetje se unë nuk i shoh ato emisionet si edhe në përputhen ato a ka prej atyne, prej ka, se unë për shembull kjo është pyetje që është bërë brenda netit. Okej, se unë mendoj që pyetja më me rregull është a do të më ditë njeriu sa se di si me ta thonë shqip se unë nuk jam rrit atje. Thuaj anglisht, ka problem se të kuptojmë edhe gjithë. Body count, si thojnë në këto në Amerikë. A ka më rëndësi body count? E ju a fjala kur, se unë për shembull edhe shumë shkurt për mbaj. Unë për shembull e mbaj fejen teme, e mbaj për veti, unë kam prit deri me martesë. S'kam pas marrëdhënie me asnjë, veç burrin tem, ama unë nuk ju them femrave që kanë marrëdhënie tjera dhe shumë marrëdhënie, nuk ju them as si fjalë. Mu nuk e kuptoj pse po e përdorim atë fjalën në këtë pyetje, në vend si me thonë, a ka nevojë njeriu me ditë sa njeri ka pas marrëdhënie. Po kështu siç e ti, po të ishin gjithë persona kështu që ti që e mban për vete dhe nuk i ofendon personat e tjerë, do ishim shumë herë më mirë nga se që jemi. Veç po du me kuptu pse e keni ba pyetjen kështu. Ishte një pyetje që u bë thjesht në grupe dhe pyetja është bërë sepse është një pyetje që është e formuar në një mënyrë brutale, domethënë në një mënyrë që dhemb, e kupton, sepse është pak si ta themi prapa mbetur, nuk e di ignorante, nuk e di si t'ia vë epitetin, po që është një pyetje që ndez këto lloj ndjenjas, domethënë që krijon një farë lloj debati. Prandaj është bërë edhe pyetja. Pyetja ndryshe është si e përjetojnë meshkujt seksualitetin e gruas dhe a pranojnë ata që ajo të ketë shumë partner. Nëse nuk të duket ashtu, jepi përgjigje kësaj tjetrës. Atëherë, zonja dhe zotrinj, ju e njihni, ju e doni, ai po na nderon me prezencën e tij. Për ju, Zoti Andi Deska. Okej. Ju dëgjova, do thënë se që para isha i zënë, po do ta nis me diçka, do të thënë, ne po flasim për çështje morale, dhe janë ose për teoretikës dhe të sentiment. Këtë rast nuk është se ka një duhet ose një lloj ligji, një lloj kodi penal të caktuar, kështu që secili, besoj në këtë rast, mendimi i secilit në raport, do të thënë në raport personal me personin tjetër është i saktë. Ka njerëz, e tha dhe Bleoni, që ka njerëz që realisht e kanë kështu deal breaker që nuk pëlqen vajza apo djalë qoftë që ketë X numër. Dhe kjo është totalisht në të drejtën e personit, sepse marrëdhënia nuk është diçka e detyruar që ose duhet jem unë super emancipuar ose duhet jem super e prapambetur që duhet pranoj fakti që dikush ka pasur shumë partner ose partnere, ose ka pasur pak edhe unë duhet të kaloj nga ana tjetër. Nga çështja e morale do mund të themi që çfarë është e drejtë edhe çfarë nuk është e drejtë. Në këtë rast e përcakton vetë personi, edhe vetë personat të cilët janë në marrëdhënie. Edhe nëse unë jam
plotësisht dakord me Blonin, nëse një person e ka probleme është më mirë që ta shprehë fillimisht, ta hesi gjë, sepse në momentin që ti e mban e bluan, sidomos çiftet shqiptare që nuk komunikojnë shumë me njëri tjetrin, do shfaqë një problem në një sherr, në një zëng, në një gjë dhe shkon deri, ndoshta nuk dua ta bëj kështu situatën e rëndë, por shkon deri te aspekti i krimit, ndoshta thjesht për një gjë se akumulohet ajo te aspekti psikik. Për këtë çështje, tash pjesa e body countit është një pyetje që vjen nga mentaliteti shqiptar, se zonja bëri një pyetje pse kjo pyetje. Sepse kjo pyetje haset rëndomte meshkujt shqiptar. Kryesisht është një pyetje që e bëjnë meshkujt më shumë, nuk e bëjnë femrat. Unë shumë rrallë kam rastitur edhe personalisht, po edhe këtu kisha fjala kurve, jo te për shemb pyetje për body count. Po sepse një gjë e tillë është që nëse ti ke pasur disa partnerë ose shumë partnerë, një gjë që konsiderohet shumë, të dhënë epitetin kurv. Domethënë, sidomos në zonat provinciale ke këtë idenë që një femër ka shumë, sidomos sa më thellë të shkosh, është kjo ide në Shqipëri të faktin me sa njohon, është që ato e ka lënë në fejuar, ajo është në drejt është kadete për kurv, domethënë është po bëhet drejt kurve, sepse nuk e mban dot burrin dhe morali bie kryesisht mbi femrën, nuk bie mbi mashkullin. Nuk është se ai ka pasur ose ka qenë diku jashtë shtetit, ka shkuar me prostituta, ka bërë asnjëherë nuk i kërkohet llogari mashkullit nga ky aspekt. Edhe prandaj besoj se ngrihet pyetja në këtë lloj qasje. Tani çështja është që për mua personalisht, e shikoj unë, se prandaj them që është një çështje shumë delikate që më shumë duhet parë personalisht. Nuk është asnjë lloj përkundrazi, nuk është asnjë lloj rëndësie se sa personi ka pasur ose sa ka. Tash, normalisht kjo varet nga secili, por çështja është që ti nuk shkon me dikë se sa herë ose sa persona ka pasur, sepse nga ana fizike ti nuk e dallon një herë sa herë seks ka bërë, se nga e dallon një person i cili ka bërë 1000 herë seks me 2 veta dhe njëri që ka bërë 10 herë seks me 10 veta të ndryshëm. Kjo është një çështje që rregullohet brenda çiftit dhe besoj se fjala kyçe në gjithë të është pjesa e komunikimit, që është një nga plagët më të madhe, besoj unë të paktën çifteve shqiptare që nuk komunikojnë, nuk flasin, nuk hapen edhe për gjëra delikate, edhe për gjëra që janë shumë sensitive. Edhe besoj se marrëveshja, unë të paktën si e kam rregulluar në jetën time, është ideja që nëse personi nuk hapet vetë, nuk krijon konfidencën dhe nuk krijon një lloj terreni, sidomos në aspektin femëror, kjo pyetja sa ke pas duket shumë idiote, sepse është thjesht për të konfirmuar atë egon maskullore që sa është numri që unë të cilësoj kështu apo të cilësoj ashtu, ose jam unë i parë në jetën tënde apo është një lloj egoje, se çfarë dallimi kanë nëse i parë, i 10 se rëndësisht ka ti je i fundit paktën deri praj sa po qëndron. Edhe është një lloj konotacioni social që vjen për shkak mentalitetit që sa më shumë partnerët që të pasur një femër, aq më tendenca ka kurvërie. Edhe nuk e shikojmë nga ana tjetër, që kjo mund të jetë një femër e lirë dhe përgjatë jetës vet ka vendosur që të frekuentoj, të ketë marrëdhënie, sepse për mua personalisht është më po them kështu, jo fjalën e dur, më e volitshme një femër e cila ka pasur eksperiencë se një femër që nuk ka pasur fare eksperiencë. Do si seksualisht, ashtu nga ana e mentalitetit të gjitha se i ka shumë terrenin. Është i shalqiu me provë, e di që pasi ke provuar sa shalqi, ka shumë se çfarë shalqi shet ky stan, kjo ferm. Se kur provon shalqinin e parë të duket gjë në botë. Edhe besoj se ne i kemi dhënë një lloj ngushtësie mentaliteti i femrës, domethënë që femra nuk duhet bradharake, nuk duhet të jetë shumë kështu. Unë spaku besoj se duhet të jetë pa bradharake sa meshkujt në këtë aspekt. Edhe gjë e numërimit të trupave bëhet nga ana e meshkujve. Unë dua që për gocat një pyetje interesante nga ana tjetër. Nëse meshkujt shpesh na pyesin se sa ka qenë numri nga ana tjetër, femrat duhet na pyesin se sa herë ne se kjo është edhe një nga minimet më të mëdha që ekziston besoj. Se sa herë ne i kemi lënë në dështimin tonë, domethënë në mungesë orgazme. Domethënë sa meshkuj shqiptar kanë lënë keqe femrat, se shpesh herë pyetet sa partner ke pas më përpara. Femrat duhet na pyesin besoj për na në siklet, për edhe në egos maskullore, një kurse te pjesa se përmendi dhe Albioni te
pjesa e mentalitetit e pjesa e kësaj. Unë besoj se to janë faza të cilët një shoqëri do i kaloj domosdoshmë. Problemi është se si i kalon. Ose edukimi dhe këtu besoj se e ka thënë Sokrati para 2500 vitesh, do të thonë që gjitha rrënjave të këqijave është ignoranca. Sepse pa dija i zhvillon këto. Edhe persona të ditur, po them jo kështu të mençur që prodhojnë urtësi e filozofi, po njerëz që kanë një lloj formimi dhe një lloj edukimi bazë, janë shumë më të mirë shoqëri dhe janë individ shumë më të mirë, e femra dhe meshkuj dhe partner shumë më të mirë për njëri tjetrin se njerëz pa ditur. Edhe besoj se nga mungesa, nga ignoranca dhe nga padituria vijnë këto lloj fenomene dhe pyetjesh. Sepse më shumë duhet të interesoj person. Realisht këto aspekte, se këto janë aspekte më shumë zjatime morale, që rritë të caktuar ndryshme dhe në njerëz të caktuar ndryshme. Më shumë duhet ketë, domethënë, fokusi nuk kushtohet ai shumë për ta njohur personin, por më shumë duhet kjo lloj sa imazhi dhe një lloj funksionaliteti në raport me veten. E shikon më shumë një lloj zjatimi dhe nuk e shikon si një lloj qenie e më vetëdijshme atje që ka dëshirat, ka pas ëndrat, ka pas botën e vet, po jo, e shikon shumë funksionin tim, funksionin, sa ke pasur, kush si dukesh bukur, a dukesh bukur me mua, etc. Edhe kjo besoj se vjen nga gjithë kjo tollovia e mentalitetit, një lloj ego, më shumë po e vendosi çik edhe peshën te poja maskullore që e ka të nevojshme ta di, a jam unë më i miri në seks pasur, a jam unë më i miri, a jam unë i pari, a i dyti, a i 10, a i 17. Besoj se kjo duhet një punë për ta ndryshuar këtë gjë që më rëndësishme është personi. Pastaj se sa e kalon kufiri 1000, 10.000, 500.000, nuk e di. Se është edhe ky rasti për shembull në Teti që është kjo policia që kishte marrë me komisariatin dhe ai burri se kishte problem qëndron. Ne nuk mund ta gjykojmë si jashtë, pavarësisht se jemi dakord, nuk mund ta gjykojmë një rast të tillë. Thjesht mund t'japim mendimin tonë, jemi dakord, por ama nuk i themi dot që ti po bën gabim. Është personi që e di vetë mirë. E pranon si moralitet dhe vazhdon jetën e vet. Kaq, që mos më akuzoj, po flas shumë. Ma në zoti ma të ndodhje, burat, që ti Baroj Andi? Se prisni ma, ishin të papërgatitur, ishin të gjithë me gota në përduar akoma. O plako, unë kam një replik të vogël me atë që po thoshe ti, se the që këto gjëra mund të jenë të ndryshme edhe se i ka pasur partnerët kur the të pjesa që mund të jetë femër e lirë. Mund të jetë femër e lirë në çfarë kuptimi, nëse mban mend akoma po kishte fjalën. Fjalën që ajo një person unë biles unë e sugjeroj dhe mbështes të lirinë e femrës që do të përkontohet sa më shumë partner. Po, dhe e pavarur por te pjesa prit Ermalo se e di çfarë dua të them. Faleminderit për çështja është që e sugjeroj si gjë, shoqërisht se është një femra shqiptare duhet të frekuentojë sa më shumë meshkuj, e para për t'i njohur dhe për të fituar një lloj eksperiencë, sepse kemi këtë një lloj konotacioni shoqëror që shqiptare edhe në moralitetit janë të mira, janë morali dhe gra për shtëpi, qofse shkojnë vetëm me një person. Po them kështu një lloj mentaliteti disiplinuar, se normalisht në shumë qytete, ky qytet ka ndryshuar si pikpamje. Por e kam fjalën që pse mos ketë një liri frekuentimi dhe po them edhe numri dhe e body countit, mashkullin, paktën ke barazie, edhe pse nuk duhet gjykohet, pse mos gjykohet e mashkulli për të njëjtin moral, që dhe ai të cilësojë, nëse dhe ai ka kaluar këtë X numrin në shoqëri, se X numrin e partnerëve të që gjykohet. Jo, gjykohet njëtin kut. Gjykohet në anën e kundërt. Gjykohet në anë asimetrike. E di pse të gjykohet në anë asimetrike, sepse për arsye që unë nuk mund t'i kuptoj vetë, statistikisht pjesa më e madhe e femrave preferojnë meshkuj që kanë eksperjenca dhe janë shumë të pasigurta me meshkuj që nuk kanë eksperjenca. Pse kjo ndodh? Kanë shumë persona. E para po edhe ky gjykim, edhe ai, domethënë, është komplet ana e kundërt. Nëse ti je një mashkull pa eksperiencë, je një mashkull i dështuar plak. Nuk mund të themi që ky është gjykim tash.
Fakti që ne si meshkuj nuk flasin shumë për këto gjëra, se kemi një lloj tjetër, ne garojmë mes njëri tjetrit, domethënë, edhe mundohemi që të jemi mbase ndonjëherë edhe më shumë përgjegjës edhe për gjëra që nuk na takon të jemi përgjegjës, domethënë, por nuk do të thënë që nuk ekziston. Kort, thjesht ideja është që e kisha fjalën më shumë te ideja e peshës morale. Ne kemi fokusin se te meshkujt ka një lloj tjetër dhune që është e fshirë nga ana tjetër. Nuk duhet ta mohojmë që kjo gjë ka një lloj ekzistenci, një lloj kërkese të madhe në raport me femrën. Nuk është mashkullin e kryqëzojmë për këtë gjëra, ama femrën e kryqëzojmë. Do të thonë kemi një lloj etaloni shumë më të fortë moral, shoqëror raport me femrën. Këtë dua të them, se normal, po unë nuk e shikoj paktën me sa kam hasur dhe sa kam edhe nga përvojat personale, nuk e shikoj që mashkulli ndodhet se pastaj i fut debateve të tjera patriarkatit edhe sistemit ekonomiko-shoqëror predominant shoqërinë që i ka dhënë kështu një lloj force më të madhe edhe pushtetit mashkullor. Do të sepse çfarë bën kjo është nuk po ta shikosh kështu të izoluar, se është e lidhur nga ana arsimore, ekonomike, edukative, kulturore, janë gjitha bashkë. Do të thonë duhet parë edhe nga kjo. Në rregull, po duke më qenë se nuk të kam fjalën të tjerëve tash, më falni, se një gjë të vogël është. Nëse ne pretendojmë që kemi të gjithë të njëjtat të drejta, domethënë çdo kush ka edhe lirinë e fjalës dhe lirinë e kërkesës ndaj dikujt që do të hyjë në marrëdhënie apo jo, atëherë i bie edhe këta persona që ne konsiderojmë si të prapambetur apo që bëjnë pyetje që mbase nuk duhen bërë, kanë të gjithë drejtën e botës të bëjnë ato pyetje edhe mirë bëjnë që i bëjnë. A do vuajnë ata pasoja sepse nuk do gjejnë partnerin, sepse partneri nuk do i pëlqejnë? Po, shumicën e rasteve në shoqërinë e sotme po. Po është bara që do e mbajnë ata. Po unë e mbroj të drejtën e atyre që ta bëjnë ato pyetje. Jo, përkundrazi, dhe unë të mbështes, unë e thash dhe në fillim. Do të thënë ideja është që ne nuk mund të vëmë ligj moral se çfarë duhet bëj dikush në raportet e veta erotike. Na pëlqen apo nuk na pëlqen? Ka njerëz që duan të jenë dominant, njerëz që duan të bëjnë gjëra, ka njerëz që duan të jenë të krishterë në marrëdhënien e tyre, dhe ne nuk mund t'i vëmë kuti moral përderisa diçka nuk shkel kodin penal, nuk është e palishme. Asnjë ne nuk ka të drejtë. Problemi që ne bëjmë polici morale. Se më duket budallik një pyetje e tillë, këtë se. Po pra, mua personalisht gjë tjetër të thuar që kjo duhet vendosur lisin, siç bëjmë ne. Se foli dhe Albi pak më përpara që për shembull nëse Kevina ka bërë X gjë, edhe nëse ka shkuar në Dubai, me çfarë, domethënë kush je mund për t'i treguar asaj se çfarë duhet bëjmë jetën e saj. Domethënë e ka sjell Zotin në këtë tokë për jetën e vet, e di më mirë se sa mua. Tani çështja është që ky aspekt unë duhet të mbaj qëndrimet e mia morale, filozofike, politike, edhe them nuk jam dakord me këtë, diskutohem. Problemi që ne kemi, që unë e shoh shpesh, edhe me këtë që përmendi Albi, është që ne nuk ancohemi përveç të pjesës aspektit personal. Ne themi dhe si duhet bërë. Është kurvar, kjo është kështu, ky është ashtu. Pra, japim një lloj lisie moralit ton, bëhemi si politika në ekstrem e moralit në Iran, që ti duhet mbash amin, nuk duhet të pyçet. Dhe problemi, nuk po them se jemi në aq në ekstrem, por çështja është që ne e kalojmë moralit në vend atë që duhet themi unë mendoj kështu, dhe unë nuk jam dakord me këtë, por njeriu nga ana tjetër, ai që thot Volteri që duhet respektu edhe për ta shpreh mendimin, por edhe për ta gëzuar jetën e vet tjetri që ashtu ndon. Dhe ai që shikon, ai jeton jetën e tij. Ti nuk mund të bësh një politikale, këtë po them. Do të thënë, unë si shikon për mua, do doja që të tillë listë domos femrat kishin liri më të mëdha. Okej. Super, u kuptuam deri diku. Alisa. Pastaj me radh Mira, Dajena dhe Karli. Vazhdo Alisa. Shkose, edhe kështu privatisht duke diskutuar pak, dua që t'jap pak nota pozitive në përgjithësi, se unë e di që ne shqiptarët jemi autokritike dhe autokritikën e kemi si një shtyllë të rëndësishme, ose të paktën po them një pjesë e shoqërisë. Megjithatë, unë mendoj që ka një ndryshim shumë të madh sociokulturor që është duke ndodhur në Shqipëri, që është për të duar trokitur. Edhe përpara disa ditësh e kam pas të debat në Spaces, se mendoj që kjo çështja e seksualizimit që neve folëm të grave, apo edhe faktit që përdoret ai, unë
çfarë thash që nuk e gjykoj, po kjo nuk do të thotë që unë e preferoj që apo e mbështes që ta bëj një gjë të tillë. Për mua është shumë e rëndësishme liria, pra edhe liria nuk ka metrik, pra nuk mund të jepet me copza, ajo do të jetë liri e plot, ku secili prej nesh ka drejtën e vet për të zgjedhur sa partner sa partner do të ketë në jetën e vet. Dhe a do që të shkoj në altar i ose e virgjër apo jo, dhe për mua është shumë e rëndësishme tek gjua e urrejtjes që të mos mbillet, apo edhe gjua e bullizmit. Nëse dikush për shembull këtu apo edhe në jetën tonë të përditshëm ne kemi miqë shok plot të cilët pyesin apo interrogojnë në një farë mënyre partnerët e tyre, dhe pse unë kisha preferuar që dhe unë e kam ndërtuar, apo nxjerr edhe një detaj kështu personal, që unë e kam ndërtuar raportin me partnerin tim, ku neve të dy jemi hapur vetë edhe kemi gjetur, si me thënë, një streh të ngrohtë edhe të sinqert me njëri tjetrin, ku nuk na është dashur që të pyesim dhe të interrogojmë, po vetë i kemi treguar eksperiencat e së shkuarës, më shumë edhe sepse me të shkuarën vijnë edhe ca valigje nga mbrapa, PTSD, traumash, të raporteve të së shkuarës, tradhtish që mund na ke ndodhur, edhe nëse është në këtë thuaz, për nëse ndodh në këtë mënyrë, po themi, pyetja, është e konceptueshme dhe normale për mua. Edhe nëse është në një mënyrë tjetër, në një mënyrë që standardi i vetë moral dhe social i ka vendosur ati ndër breza, ndër vite, edhe formimi i vet i ka thënë që unë nuk dua që të kem shumë një partner që ka më shumë se X numër partnerësh në të shkuarën e tij, edhe kjo prap është sërish normale. Por unë mendoj që duke qenë se nuk jeni ju, po themi, njerëzit të cilët zgjidhni të keni një numër më të vogël partnerësh në jetë, apo etj, nuk jeni ju të atakuar ose të bullizuar apo të paragjykuar edhe të dhunuar në raste, po janë një pjesë tjetër, ajo pjesë e shoqërisë e cila përpiqet që të shkojë drejt asaj lirisë më të madhe, më të tejskajshme në perceptimin e shumicës së shoqërisë. Dhe duke qenë se janë ata të bullizuar, unë kam shumë të rëndësishme që ta them që gjua e urrejtjes dhe kjo mungesa ose privimi i lirive pastaj sjell në dhunë. Edhe prandaj neve gjatë gjithë kohës e kemi pas shumë të vështirë, se po e dëgjoja edhe Ziva më përpara që po e thoshte, prandaj ne kemi shumë të vështirë që ti kthenim përgjigje për shembull Ermalit, që edhe me atë zërin e tij kështu potent të veriore, thoshte po sa ke pas. Domethënë, sepse dhuna sistematike ndaj grave, ajo automatikisht se jemi bërë, domethënë e kemi haruar shqipen, na trigger, na aktivizon disa trauma të cilat e ndrydhin gruan edhe bëjnë atë që të jetë ta ketë shumë të vështirë që të shprehet lirshëm edhe hapur. Megjithatë që ne vetë mos jemi kaq negativ, edhe unë natyra jam gjithmonë pozitive e pashërueshme, dhe do kisha dëshirë që të thoja që në fakt unë jam duke vënë re një ndryshim jashtëzakonisht madh në Shqipëri. Pra, isha tani për festat e vitit të ri, ndejta gjatë në Tiranë, më gjatë se isha ndejtur kohët e fundit, edhe kam parë një ndryshim të jashtëzakonshëm brenda vetë familjes time në rast të parë dhe bisedave që janë konsumuar, edhe brenda, po themi, rrethit tim shoqëror etj, kështu që nuk është aq zi, le të themi kështu. Ja, pra Alisa, që mbas pothuajse 2 orë gjysmë, të themi të drejtën, jo për kënaqësinë time personale, po dolëm deri diku tek ajo që shpreha unë, që e mbështeti Resi, që e mbështeti edhe Xhenis më brapa. Pavarësisht se unë nuk po them që disa persona që zgjedhin ndryshme ne duhet t'i godasim me gurë, t'i gjykojmë edhe të bëjnë autokritik para shokësh, por ne nuk duhet të mbajmë në të njëjtin standard persona që i bëjnë bisht këtij rregulli që ne si shoqëri kemi vendosur të ecim përpara, sepse ne nëse i bëjmë bisht çdo lloj rregullit dhe nëse i mbajmë të persona të ndryshëm në të njëjtin pozicion, pavarësisht se ata e përdorin trupin apo lekun apo pasurinë apo njohjet e tyre për të bërë skip ato shkallët e karrierës apo çdo lloj gjë tjetër,
nuk mund të mbajnë të njëjtin standard moral. Edhe kjo është e vërtet që edhe ata persona që mohojnë që jo, nuk është e vërtet, do ta kuptojnë vetëm nëse do ta provojnë vetë. Nuk do të falje të tjerë që kanë ngritur Leon, vetëm nëse mund të më shë një fjali të fundit e mbylla, nuk flas, më sa unë nga 2 orë pastaj pa folur. Doja vetëm të thoja diçka, ndërkohë që neve po flisim, po isha duke folur me motrën time, e cila është psikoanaliste dhe punon në një hapësirë se nuk më lejohet që ta them se ku, që strehojnë edhe gratë dhunuara ose gratë të cilat kanë rënë prej të trafikimit. Dhe domethënë një ndër pyetjet e mia më të sinqerta që ja bëj gjithmonë është se si mund të zgjidhen këto fenomene, edhe fenomene të tjera të ngjashme, por që janë po themi në shkallë më të vogla, si më thënë gratë të cilat vendosin që të shkojnë në Dubai, ky fenomen i famshëm që ne të gjithë e kemi diskutuar në hapësirat tona. Edhe përgjegjësia, sikurse e kemi bërë edhe një tjetër një debat mbi përgjegjësinë sociale, unë gjithmonë përpiqem që t'ja atribuoj dhe t'ja jap përgjegjësisë shtetërore për paaftësinë totale, për të rehabilituar dhe për t'i rikthyer në jetën normale dhe për të sjellë sa më shumë hapësira dhe të mundshme pune për gratë që janë në Shqipëri. Dhe prandaj debati, në qoftë se duam që ta kalojmë për sa i përket atë debatit që a ka dhe pse ka gra që pranojnë që të kryejnë favore seksuale për një vend pune, përtej po themi psikologjisë, që unë nuk do doja të hyj në marrëdhënie psikologjike pse një grua e bën një gjë të tillë, se nuk kemi ekspertë kësaj gjë, ndoshta motra ime do mund ta sqaronte, po të ishte ose dikush tjetër që ka studiuar psikoanalizë ose psikiatri. Por të paktën për sa i përket kushteve që ofron vendi jon, është një lloj domethënë siç janë ato ikjet masive me varka drejt Britanisë së Madhe, ashtu edhe do të vi duke u rritur edhe ky fenomen paralelisht. Se di ai isha e qartë. E kuptoj. Në tani kemi një ndryshim shumë të vogël fare dhe mira dhe Ermalit tash, sepse kemi 2 orë gjysmë që diskutojmë vetëm në një drejtim. E unë kam vënë që gjatë gjithë kohës, domethënë po themi që sidomos te kjo pjesa e aferës, domethënë e favoreve seksuale, një edhe tek pjesa më kryesore e pyetjes, te kelëm në bati ka me sa ke fjetur, sa ke pasur, sa ke bërë. Edhe jo nuk gjykohen, tha Andi, edhe pse meshkujt gjykohen, me të drejtë thashë jo, nuk e kanë aq dëm të madhe, por çfarë ndodh? Meshkujt gjykohen për çdo lloj gjëje tjetër përveç se për atë. Kurse femrat nuk gjykohen për asnjë lloj gjëje tjetër përveç se për atë. Tani, normalisht goca do thonë që kjo është më e vështirë sepse janë goca. Ne edhe mund të themi edhe s'mund të themi, unë nuk e kam darë mendin akoma, unë jam 50-50, nuk e di akoma se kush është më e keqe. Por në qoftë se si vajzë do marrësh epitetin kurva apo ku dëgjon sepse pasiguria e dikujt apo preferenca e dikujt e çon atë të kaloj ato norma shoqërore sa të vëj epitete. Edhe kur je mashkull, sidomos kur të kalon edhe mosha që i lë të 30-tat, atëherë çdo lidhje, çdo njohje është ku je, me çfarë merresh. Do të pyesi për profesionin, nëse është femër që ka takt, do të pyesi për profesionin, nëse është femër që s'ka takt, do të pyesi se sa të ardhura mujore ke. Do të pyesi sa lidhje ke pasur, do të pyesi sa të gjata i ke pasur lidhje, do të pyesi me çfarë lloj femrash i ke pasur lidhje, pse kanë mbaruar e gjitha. Por unë kjo të gjitha këto gjëra që mendojnë, pavarësisht se janë goxha të rënda, sidomos për pjesën e meshkujve që nuk e kanë fatin që mund të ketë x. Për meshkuj që janë punëtor ndërtimi, për meshkuj që vjelin në ullinj, për meshkuj që punojnë në kasa supermarketesh, janë të domosdoshme për habitatin. Pavarësisht se është e vështirë kjo për të pranuar. Kto janë të domosdoshme për habitatin. Pse? Sepse të marrim lidhjet normale për një femër që kërkon të krijojë një familje, që kërkon të rrisë fëmijë, nga pengesat e ndryshme biologjike, e kërkon siguri në një mënyrë apo në një tjetër. Edhe në shumicën e rasteve, sa më shumë të kaloj mosha, aq më shumë rëndësi kanë këto si veçoritë e një mashkulli. Edhe kjo është vlera e një mashkulli. Shumë atë vlera e një mashkulli. Dhe për një arsye apo për një tjetër, akoma se ne
e kam vënë re, unë e kam thënë në podcastet e mi gjatë gjithë kohës. Ne jemi vetëm shajnë veten tonë. O ne jemi të prahambetur, jemi ignoranta, jemi kështu, jemi ashtu. Problemi i body count nuk është vetëm tek ne, është kudo, është në Gjermani, është në Angli, është kudo. Sepse në qoftë se nuk do ishte ai tregu i super madh për ato videot në YouTube që marrin klikime pafund persona. Apo Reddit apo Twitter për persona që debatojnë me njëri tjetrin. Siç po debatojmë ne këtu bashk. Pavarësisht se shumica nuk e kanë luksin të debatojnë siç debatojnë në një mënyrë civile. Po sepse është kërkesë me rrënjë biologjike, o burr. E ke radhën pas meje. Po e kam radhën tash 4 orë që presë nuk na jepni fjalë, jep fjalën vetëm njerëzve që njefti. O plak, e ke radhën pas meje direkt, bro. O ti e ke radhën. Ka të drejtë. A nuk isha tu pritune? Unë ju thashë edhe Mirës edhe Ermalit që thashë do ndryshojmë pak tash se zjatëm 2 orë gjysmë për para shtroja. Vetëm ata që i njohin që të jau dhon fjalën më tepër. Bravo. Na thumë më të shkurt. Mirë, ja. Të drejtë. Valini mua ta moderoj, në qoftë se keni kritika, unë juftoj që në fund t'i vëni edhe radhën tjetër do mundohemi ta bëjmë në një mënyrë më të mirë, por do të keni parasysh tani që jemi edhe 12 vetë. Edhe diku sens duhet të ketë muhabeti. Edhe pra që mos ta zgjas atë temën tjetër, po parashtroj këtë temë, edhe duke parashtruar këtë temë nga këndvështrimi i meshkujve, fjalën e ka Karl Gega. Vazhdo plako, s'kishte nevojë. Shumë faleminderit. Janë thënë shumë gjana dhe kam dashur me thënë shumë gjana, po pak a shumë si e shoh vet në pikpamje pak më të gjan. Unë mendoj se problemi i seksualitetit ose i body countit ose me sa meshkuj ki shkudi ma përpara sa partner ki pas ma përpara është një problem i cili ka rrënjë biologjike. Edhe nuk është shoqënia ajo që dikton se një femër që shkon me shumë meshkuj është kurve dhe një burrë që shkon me shumë meshkuj është player. E ke parasysh, nuk është shoqënia ajo, po është vetë ndërtimi biologjik i njeriu që ja mundson të tillë, sepse një femra është ajo, femininja është ajo e cila i ka qelësat e seksualitetit. Nëse një femër don me bë seks me ty, e ka ajo në dorë me të leju ose jo. Mashkulli është gjithmonë i gatshëm, mashkulli mjafton me kanë femën pothuajse edhe është gati. Prandaj femra ka barrën e zgjedhjes. Mjafton me kanë femën edhe është gati. Unë jam gati. Ore, më fal. Po nuk ke përgjegjësi, se nuk e kam me ty. Po ne nuk kemi shën, more. Po mirë mo burr tash, o plak, mirë, 8-10%. Le ta mbaroj një moment, do ta kundërshtojmë gjithë, po le ta maloj një moment. Na dolin këto statistika 80%. Po dakord, po ta marr, a keni seriozisht ju apo bani kod? Në vija të përgjithshme Karli ka të drejtë. Po çfarë po dihet o burr kjo punë që kam drejt, po çfarë flet? Nëse. Po ti more, ti po na thua që jemi gomer dhe s'kena fare filtra, seriozisht e ke tani, po s'u ta pranojmë si marrë. Karl, vetëm ti them diçka Andi. Unë dakord jam se ti vlla nuk je, ti zgjedh, dakord. Po të ka. Ore ka shumë të tjerë, po nuk është zbudallik. Po jo, do drejtë të bëjmë. Mjaftoj me epitetet. Orë ju lutem mbaroni fjalën vlla, mjaftoj me epitetet. Mos bëni replika kot tash. Mbaroni Karl mendimin tënd edhe pastaj do të nëse po mlajn, po e mbaroj. Ju lutem, le ta mbaroj që mund ta kundërshtojmë nëse keni kundërshtime në mënyrë të saktë pastaj. Ajo Andi është normale që përgjithësi besoj se është e vërtetë kjo dhe nuk besoj se ma kundërshton shumica, por tekanjoz mund të jetë gjithkush, preferencat e veta, parapëlqimet e veta ka gjithkush, njeriu mund të jetë edhe gay që të mos pëlqej asnjë femër, ne ke parasysh jo të gjitha femrat, si dikush tjetër, nuk është komplet normale. Po thjesht do të thënë që fakti që femra konsiderohet kurvë nëse ka shumë meshkuj është për faktin sepse për një femër është shumë më lehtë me pas shumë meshkuj, sepse femra ka barrën e zgjedhjes, kurse mashkulli ka barrën e performancës. Mashkulli duhet të performojë në jetë, mashkulli duhet të ndërtojë vetveten e tij, kurse femra mjafton është pothuajse nga aspekti, nga pikpamja seksuale, po e kam fjalën, jo se femra s'ka nevojë me basi gjatë vetëm me kanë bukur, po nga pikpamja seksuale, shumica meshkujve nuk i intereson nëse femën një partner e tyre ka lek, po aq shumë sa do të interesonte një femë nëse mashkulli ka lek.
besoj se këto gjana janë të rregulluar nga vetë biologjia, edhe do të thonë që ideja përmirështu kësaj do të thonë që ideja që është komplet okay me shku me shumë partner, ideja që është komplet në rregull, është liria, është ignorancë ta bësh këtë pyetje, bla bla bla, unë për mendimin tim këto janë mbetjet e feminizmit që po vinë dal nga dal, po vinë edhe në shoqërinë shqiptare, ku në një kohë që në perëndim kjo hookup culture si quhet, po kritikohet vazhdimisht e ma tepër, po lind një kundër lëvizje ndaj kësaj, e cila synon, cila është ma konservatore, e cila synon mbrojtjen nuk di fjalën shqipe për chastity's, edhe shqipen e kena përdhos komplet për mbrojtjen e ndershmërisë në thojza të njerëzve. Edhe kam shumë gjana me thanë, por nuk du me ndaj një orë. Për këtë gjë mundem me shumë kënaqësi me ju drejtu tek 2 studime, të cilat i kam postuar në komente. Ka shumë studime për këtë punë, janë 2 studime të cilat kanë arrit në përfundimin që sa ma pak partner të kish pas para martesës, aq ma lumtun është jeta jote martesore, edhe aq ma gjasa ka të jetë ma gjatë, aq ma pa trauma do t'jenë fëmijët e tuaj, etj. Jeni të lutur, nëse dikush për jush ndoshta e ka të vështirë me lexu studime, se jam mësuar i marr informacionet e tyre nga YouTube-i, mundem ju të lën edhe linkun e Atlantikut. Faleminderit, kaq kisha. Jo, Kalip, shiko. Mua pëlqeu mënyra se si fole deri diku, po do ishte mirë t'i linim këto kunjat kështu domethënë. Po kuja ta im tha mu budallë, që ti vërtet më thu mu për kujin ti, seriozisht e ke, unë të pak një bona pak lezet, pak rrita pak nivelin. Unë rrita pak nivelin, ja bona me sponda, im tha direkt at hominem. Ty më falenderos. Big Brother vëlla. Po ka lutem tash, apo unë si Bleon apo drejtohem ty në mënyrë të saktë. Do ta kesh pak të kortezin që ti më drejtohesh mua, është tjetër individ, ai tjetër individ jam unë, kupton? Po ai më shavi dorë për dorë. Po nejse. Ne nëse çavi ai, ne nuk jemi 13 vjeç e 15 vjeç, ne jemi të rritur tashmë. Nëse ai është rob i keq, i ti edhe unë robi më i mirë, pra. Këtë duhet të them. Nuk ja ktheva direkt me të shame, ja ktheva me kuj. Çka ka problem këtu? Në rregull. Vazhdo Albi. Desha të them 2 gjëra, një lidhje me këtë që tha Karli në fund për punën e biologjisë. Unë nuk mendoj se ka shumë lidhje biologjia me numrin e partnerëve seksual, sepse historia e njerëzimit e ka treguar që nga koha e matriarkatit ose ato shoqëritë indigjenëve të Amerikës, që edhe femrat mund të kenë shumë partnerë seksual. Domethënë nuk është se është mashkulli gjithmonë predatori dhe femra është gjithmonë ajo që pret, sepse ka kultura, ka ambiente, ku edhe femra është totalisht e lirë që të ketë shumë partner, edhe mendoj se kjo puna e femrës që ka gjithmonë vetëm një partner dhe burri i cili mund të ketë shumë gra, ne njohim shoqëritë e arabe për shembull, ose edhe afrikane që janë poligame, është shumë e rrallë që të ketë poligami femërore. Domethënë shoqëritë që kanë ngaluar nga stat, që kanë vazhduar në stadin e patriarkatit ose janë futur në stadin e feudalizmit, gjithmonë burri ka qenë ai pronari që ka pas shumë gra, ka pas tokë, ka pas prona dhe lidhet pak a shumë edhe me pushtetin, po themi. Ndërsa e dyta, desha të them diçka në lidhje me atë që thej ti Bleon, për që femrat kanë vetëm problemin e partnerëve ose të ndershmërisë, ndërsa ne kemi probleme tjera në lidhje me, për shembull, nëse kalojmë moshën 30 vjeç, sa sukses kemi, edhe përmend ata që punojnë kas, ata që punojnë nuk e di punë thjeshta. Unë mendoj se femrat i kanë gjitha problemet që kemi ne plus ndershmërinë, dhe problemi i tyre nuk është se ju kërkohet se sa partner keni. Problemi është se ju kërkohet vetëm atyre. Domethënë, nëse një femër ka shumë partner, ajo ka rrezik në thojza me ngel nder. Ndërsa për mashkullin kjo nuk ndodh. Një mashkull po të jetë 50-60 vjeç i divorcuar 2-3 herë, nuk është se shoqëria mblidhet dhe fillon të stigmatizon ecmë se ai është njeri i mbaruar. Madje përkundrazi shoqëria që kanë hallin që ky ka nevojë për një grua për t'i bërë shërbim. Ndërsa për femrat është shumë problem, sidomos në provincë ose në shoqëritë ose në familjet varfra, sepse një vajzë që nuk martohet shihet edhe nga familja vet sikur është një barr për të mbajtur.
Albi, problemi është moshën 25 vjeç, edhe mbi moshën 30 për standardin në plak. Unë po them me çfarë standardi matet. Po nuk matet, pavarësisht se mund ta masësh ti që je i shkolluar apo unë apo tjetri mund të kemi kërkesa ndaj partneres, domethënë që edhe ajo duhet të jetë e shkolluar, duhet të di, duhet të jetë e lexuar apo secili ka të vetat. Standardi i masës nuk është ajo, fatkeqësisht. Edhe unë do doja të ishte ndryshe. Po standardi i masës nuk është ajo, sepse meshkujt nuk e kanë problem fare, edhe nëse ajo nuk mund të ketë as nën, as bab, as lek, as shtëpi, as katandi. Për një lloj arsye, nëse janë të dështuara 30 vjeç profesionalisht ose nuk kanë lek ose nuk kanë si që janë nga kjo, e tolerojnë le të jetë si doje, vetëm të martohet, të ketë burr. Edhe ndaj grave të martuara ka presion shoqëria, pse ti s'ke sukses, pse ti në punë nuk po të hec, nuk është ato janë tash po flenë mbi tafina dhe të vetmin problem që kanë është burri. Jemi një shoqëri ku gratë në fasoneri punojnë gjitha gratë, në industrinë agro-ushqimore janë shumica gratë, ato fabrikat e peshku Gjergj Lucës, nuk është se gratë tani nuk punojnë edhe s'kan lidhje fare me jetën. Po mamaja ime edhe sot e kësaj dite që është gati për të qenë e paaftë për të punuar, akoma punon në fasoneri në Berat. Se unë kam asnjë lloj problemi ndaj këto gjëra. Nuk po them që problemet nuk ekzistojnë. S'po më kupton. Unë po them standardi që mbajnë meshkujt kundër femrës, jo shoqëria, nuk po flas për shoqërinë. Standardi që mban mashkulli ndaj femrës kur zgjedh partner dhe standardi që mban femra ndaj mashkullit kur zgjedh partner. Këto janë dy gjëra shumë ndryshme plako. Nëse të japim fjalën Xhenit si përse. Unë doja thoja fiks ato që tha Albi përpara për pjesën e femrave që kanë të njëjtat probleme dhe kërkesa nga shoqëria si meshkujt, përfshirë edhe këtë pjesën që të mos kenë shumë partner seksual. Këtë doja thoja që parë, kurse për këtë që po flitet tani, do thoja që femrat përveç se kanë kërkesa pak a shumë si meshkujt që duhet të kenë marrë një drejtim profesional në jetë, të kenë arrit 2-3 gjëra vetë etj. Vjen një pikë që kanë edhe kërkesat e familjes që krijojnë një kështu standard deri diku të paarritshëm për çdo që jeton në një planet që ditë-nata i zgjat 24 orë, sepse duhet edhe të shkosh në punë, duhet të jesh edhe mirë profesionalisht, duhet të jesh edhe grua e mirë, edhe mama e mirë, edhe ti bësh punët vet, edhe ti bësh të gjitha vet dhe ky është standardi dhe kjo quhet një grua e mirë dhe e arrirë në shoqërinë. Më falë Gjenis që po të ndërpres, se pastaj e harroja, mund të ndërpres? Po më po vëzhë. Po shpare tha Klara që ndaj meje kishte presion më të madh se sa ndaj vllajt që kisha nota më të mira në klasë. Dhe ne jemi rrit nëpër klasa ku të mësosh është punë për goca dhe gocat ishin përgjithsisht më sistematike dhe më të rregullta. Kështu që edhe ndaj atyre ose edhe në universitet vajzat ecin, nuk është se janë totalisht eliminuar nga presioni për të pas sukses, edhe për të punu, edhe për të ecë në shoqëri. Madje si që përmeti Gjenis edhe në kohën e komunizmit, gratë ishin ato që kishin për detyrë edhe punën e shtetit, edhe do vinin në shtëpi edhe do i bënin shërbim burrit e kalamajve, kështu që kishin dy fish punë për të bërë dhe nuk është se ua njifte kush se ti po bën punë shtëpie. Edhe të fundit desha të them këtë që nuk janë marrë raportet si dikur, ka qenë edhe në një space tjetër një vajzë që thoshte unë baja me lek të dashurin. Pra ka vajza që punojnë, paguajnë edhe për personin tjetër në lidhje, kështu që nuk është se mbahen gjitha nga burrat. Lutem, nuk e di kush e ka speakerin hap, nejse mbaroj. Unë kam se doja të shtoj edhe një gjë tjetër, domethënë standardet që duhet të arrijnë meshkujt dhe ato që duhet të arrijnë femrat në shoqëri, unë mendoj se janë pak më të paarritshme në thonjza për femrat. Nëse një mashkull i përqen burri mirë, shoqëria i kërkon që në kohën kur është çun të ketë kaluar shumë goca edhe të jetë player, të ketë pasur shumë të dashura, të ketë pas eksperiencat e veta në jetë, femrës i kërkohet çuditërisht e kundërta. Domethënë këto meshkujt që e kanë edhe për krenari të tregojnë që kanë pas shumë partnere në jetë dhe gruan pastaj e duan pothuajse pa eksperjenca fare, nuk e di se ku i fitojnë këto eksperienca në shoqërinë shqiptare të paktën. Nëse meshkujve për të qenë për të konsideruar një burr i mirë, shoqëria i kërkon vetëm të shkojë në punë, të sjellë rrogën në shtëpi, që fëmijët mos ngelen të pa ushqyer, të pa shkolluar dhe kaq, dhe nuk konsideron problem faktin që burri
nuk ndihmon me punët e shtëpisë, mund të ketë probleme me alkoolin, mund të ketë lidhje jashtëmartësore, mund të ketë probleme me kumarin. Domethënë, të gjitha veset që mund të ketë një mashkull i zhbëhen në momentin që i paguan me para dhe në thonjza i mbyll gojën me lek gruas vet, që për mendimin tim është shumë e gabuar. Ndërkohë, një grua për të qenë grua e mirë dhe e suksesshme, duhet të jetë dhe grua e mirë, dhe nënë e mirë, dhe nuse e mirë për familjen e shoqit. Duhet të jetë dhe profesioniste e mirë, duhet të ketë dhe rrogën shumë të mirë, duhet të ketë edhe pozicion pune, duhet i ketë të gjitha. Për një gjë që i kërkohet një mashkulli në shoqërinë shqiptare sot, femrës i kërkohen 2-3. Edhe këtu unë mendoj se del pak në pa ajo tendenca ime për të qenë feministe, sepse mendoj që në shoqërinë shqiptare sot, se nuk e di jashtë se si funksionon edhe si janë balancat, femrat kanë një jetë pak më të vështirë se sa meshkujt. Ndoshta jo ndukje, se shumë njerëz mund të mendojnë që një grua që ka një burr që ka punë të mirë, ka një biznes dhe fiton shumë lek, i ka të gjitha gjërat në terezi, nëse ka mundësi për shembull të jetë një stay at home mom, të rrinë në shtëpi, merret me punët e shtëpisë me fëmijët, e shohin si një arritje dhe një standard që ja ka plotësuar i shoqi. Miku filli asaj që do të thoja, po ideja është që këtu tek ne të parafoj diçka që më japësh një përgjigje, se prandaj më pëlqen kur bëjmë këtë lloj podcasti ose këto pjesë, se është për mua është super gjë kjo, sepse i shikojmë të dyja kënd vështrimet. Ti e thua me të drejtën tënde, domethënë që kërkojnë dy gjëra, edhe Albi e tha që i ushtrohet presion gocave për të mësuar etj. Po mos harroni faktin tjetër plak. Mos harroni faktin që këtyre çunave që ju kërkohet të jenë ose që i jepet standardi që të jenë player, po ata që nuk ja dalin të jenë player, ku të futen ata të zind. Plus, mirë, ja u bëre player, derisa ti duhet të jesh player, po pastaj duhet të bëhet, të ndodhi, çfarë të ndodhi, duhet të jesh player, po në fund nuk është se ti si je player dhe i dështuar një jetë, po gjejnë gram me shkuesi edhe njerëz të mbaruar. Po Albi, po tani duhet të mbajmë një vijë ngjarjesh plako, po flisim për presionin edhe asaj, ky është presioni. Ai që nuk është player ose ai që është player, po mbas moshës 30 vjeç për shembull nuk ka arrit aq sukses në jetë sa të ketë mundësinë të ndihet provideri i vetëm i shtëpisë, ka gjithë të drejtën e botës të marrë një grua që është po aq e aftë sa ai profesionalisht, që ka mundësinë të ketë një punë full time, të ketë një rrogë relativisht të mirë dhe t'i lërë asaj komplet barrën e shtëpisë, të fëmijëve, mundësisht edhe të prindërve të atij, dhe t'ja hedhi në thonjza pa lagur dhe të mos gjykohet fare nga shoqëria. Përmbajmë pak akoma tek fëmia, se atje do të kapsha tek pjesa e rinisë. Ti duhet të jesh player, domethënë, edhe rritesh me mendimin që mësimi është për goca, edhe unë kështu jam, unë kam qenë nxënës i dalluar, edhe unë ka pasur një lloj bullizimi, pavarësisht se unë nuk është se besoj 100% se ky termi bullizimi në 2023 ka dalë jashtë duarsh, po edhe unë kam pasur repetitiv shumë raste që mos e si për gocat edhe ti mëson edhe bën, domethënë. E kupton? Edhe në të njëjtën kohë, pavarësisht se çfarë ndodh, pavarësisht se këto të gjitha janë për firma, ti nuk duhet i bësh, sepse ti duhet të jesh arakati, duhet të jesh i fortë, duhet të jesh të, por ama kur të gjitha këto mbarojnë, kur shkolla mbaron, edhe kur universiteti mbaron, ti duhet të jesh provider, ti duhet të jesh i aftë. Pavarësisht se të gjitha këtyre gjërave të tjera që kanë ndodhur, nuk i intereson më fare njeriu. Duhet të jesh provider, edhe unë nuk po them për ato që thot Albi që ati do ja gjej një meshkuesi. Jo vëllai, po flem në treg të hapur, të konkurosh me një mashkull tjetër. Si do konkuroj ky me një mashkull tjetër? Ky është i pa lexuar, ky është i pa formuar, ky nuk ka punë të mirë. Ky nuk ka lexuar një libër sepse i është thënë nga jati alkolist që gratë lexojnë, do ishte me babin kulose domino. Çfarë të bëj ky individ? Do gjej dikën në nivelin e vet, është shumë e thjeshtë. Do gjej dikën që ka nuk pranon atë. Nivel intelektual sipër. Më falni, mund ta marr tani fjalën unë? Do them ja 2-3 gjona të shpejta. Më sipër nga ana intelektuale nuk mendon. Mirë mal. Gjenis dole fikse ajo që desha të thoja unë, që do gjet dikë që i përshtat.
Unë nuk e kuptoj, domethënë që neve po bisedojmë, po e konsumojmë më saktë, që secila duhet të jetë një sjellje standarde si për mashkullin që nuk duhet të bëj këto lloj pyetjesh, apo për femrën që duhet të ketë këtë lloj sjellje etj. Kur vjen fundi dhe do dalin në jetë, do zgjedhin dhe do shohin ato zgjedhjet e veta, mendoj se gjithë secili do vinë atë pikë, saqë kur dikujt nuk i pëlqen, si Klara që than, ose pjesa tjetër që nuk i pëlqen ti bëhet pyetja me sa femra, me sa meshkuj ke fjet, është shumë e thjeshtë që i jep drejtim dhe vazhdon tek dikush tjetër. Po ashtu edhe për mashkullin, që kur nuk arrin në atë pikë saqë të jetë ai konkurrent, si tha Bleoni, normalisht do gjetë dikë që i përshtatet. Çdo kush në fund fare do gjetë dikë që i përshtatet, nuk është të thanë me që patjetër të përfshihet me një lloj standardi tjetër apo lloj mendësie tjetër, sepse nuk përputhen, është e kotë. Ato gjëra kuptohen që në fillim. Që në biseda, që në njohje, arrije deri në atë pikë saqë ti të shohësh nëse do vazhdosh më tej apo jo. Po që shkurt lutem se do të jap fjalën Karlit edhe Andit pas. M'fal. Unë personalisht kam parë shumë më tepër goca, shumë të shkolluara, të formuara, të lexuara që bëjnë një, po e quaj downgrade në zgjedhjen e partnerit, se zgjedhin dikë që ka qenë harrakat, nuk ka lexuar tip. Domethënë kanë ato tendencën për të zgjedh mashkullin më të fortë në thonjza fizikisht dhe jo më të fortë nga ana e forminit ose në të njëjtin nivel me ato. Se sa kam parë të kundërtën, një djalë që është i shkolluar, me profesion të mirë, me punë të mirë, më the tash të zgjedhë një gocë që nuk është aq e shkolluar sa ai. Domethënë gjithmonë o janë pak a shumë në të njëjtin nivel, ose ndodh që goca të jetë pak më sipër nivelit të mashkullit në marrëdhënie. Unë faktikisht kam një pyetje për këtë pjesën e body countit. Po, seriozisht atë. Që femrat martojnë poshtë, që martojnë me meshkuj që janë në nivel më të ulët të vetë. 100% ka seriozisht fare. E ka shumë të drejtë. E kam shumë seriozisht. Bleoni kishte fjalën për edukimin. Për edukimin. Okej, mbyllë, domethënë kompletoje Gjeni se t'japim fjalën Karlit. Okej, unë doja t'ju bëja një pyetje çunave, se e morëm vesh që për pjesën e body countit femrat ndihen ndonjëherë edhe të paragjykuara kur kanë numër shumë të lartë. Po ju, a jeni ndjerë ndonjëherë të paragjykuar për numrin e ulët ose a keni gënjur ndonjëherë dhe të keni thënë një numër më të lartë nga sa është reali për të dukur më mirë në shoqëri ose për përgjigje thjesht. Kaq desha, faleminderit. Karli tash ju lutem. Karli, Andi edhe Risi. Faleminderit. Dëshmë thënë ai koncepti që po kundërshtove ti Bleon që tha Theo, nuk e di kush është Theo Crane, që femrat zgjedhin partner që janë në të njëjtin nivel ose nivel më të ulët. Në fakt, kjo ishte fjalën për shkollimin, por femrat bëjnë pikërisht kundërtën. Femrat është koncepti hypergamia, e cila ka marrë ngjyra pak çuditshme këto kohët e fundit, po është një dukuri në sjellje njerëzore, në cilën femrat e kafshëve njëri zgjallin partnerët e tyre përpiqen me zgjallë partnerët e tyre në një nivel o të njëjtë ose më të mirë se ata. Do të thonë femrat kërkojnë dikën që është mbi veten e tyre, që është më i mirë, më i fortë, më i pasur, më i bukur, më i shpejt, më i gjatë ku diun se ata. Është natyrën kërkuese të femrës. Kaq për këtë. Do të më thon diçka për atë që tha Niku, Alb Nikoli, nuk e njoh, fal. Për punën e poligamis në vendet arabe ose në këto vende të tilla. E njëjta gjë ndodh në Perëndim, po në një nivel shumë më ekstrem, sepse në Perëndim si pasojë the hookup culture, si kësaj kulture së cilës jo mos pyet për body count, jeto jetën tonë, bën çfarë dush, e ke parasysh shijoje, kena arrit një pikë ku për shembull gjysa e meshkujve amerikanë të moshës, nuk e di, 18 deri 24 mos u gabosha, nuk kanë bë seks hiç në 12 muajt e fundit.
1/4 të aktyne kanë ba seks vetëm një herë, kurse 1% shumë e vogël në maje ka ba seks me 80% të këtyne femrave. Kjo vjen për si pasojë e kësaj kulture në cilën njeriu është me të vërtet i lirë dhe i pa gjykuar nga shoqënia për me shkull dhe me ba me këtë dojnë, ndodh që femrat gjithmonë synojnë tek meshkujt që janë, më thonë, ma gjatë, ma të bukur, ma të pasën, sipas tyne standardeve cilët matet një partner seksual që janë ma të naltit, të cilin ato munden me pas. Por problemi është se këto femna nuk munden me i pas këto meshkuj për një lidhje, sepse këto meshkuj do të shkoshin me shumicën e këtyne femnave, por nuk do t'i mëshin, nuk do të krijoshin lidhje me ta. Nuk e di a kuptohem. Si për shembull një femën mundet e pas një mashkull që mund të jetë top 10% top 10% në pasuni, në bukuri, në zgjuarësi, sipas tyre karakteristikave, por ajo nuk është e aftë, nëse ajo është shumë më poshtë se ai mashkull nuk do të bëhet settle me te, nuk do të ushtrohet me te, nuk do të pranohet me pas diçka më gjatë me te. Këto janë statistika, këto nuk janë fjalët e mia. Edhe për këtë gjë është edhe ky iluzioni në cilin krijohet iluzioni i cili krijohet duke si pasojë e kësaj është iluzioni i krijuar që femrat me të vërtetë pas kanë jetën më të lehtë, që meshkujt mendojnë se një femër mundet me pas këtë donë, mundet me pas çfarë donë etj. Krijohet sepse femrat deri një farë moshe, derisa arrin në fund të 20-tave të saj ose 30 e pak, ajo e ka këtë mundësi. Edhe pastaj dhe pastaj më thonë jeta e femrës vështirësohet shumë pas kësaj moshet. Edhe me të vërtet këto femrat e vujnë më tepër, ato janë viktimat më të mëdha të kësaj kulture. Kam lexuar para disa muajsh një artikull ku një femër e cila një gru në fakt në një qytet të madh, besoj New York, kishte jetuar, si më thon, për shkurt kishte shkruar një artikull ku përshkruante jetën e saj, cilin e kishte jetuar me të vërtetë si The Sex and the City, që kishte pa e vra mendën për body count etj, dhe kishte ba qef, kishte jetuar jetën e saj, i lumtë, ke parasysh, nuk jam për me detyru këdo me ba diçka të tillë. Besoj se kjo duhet të jetë thjesht e bazuar në busullën morale të secilit prej nesh. Edhe kjo femën ishte shumë e pendume për atë stil jetese që kishte pas, sepse tash ishte për te shumë e vështirë për me gjetë një partner i cili do ta merrte atë seriozisht, sepse të jena të sinqert, monedha, vlera e një femnet është vlera e një femnet si një partner, vlera e një femnet për të ndërtuar një familje është edhe bukuria saj, edhe rinia saj, edhe shneti saj. Ti jena të sinqert për këto gjëra, po ashtu siç është për një mashkull. Një ndryshëri të vogël fare. Unë kam lexuar këtë rastin që po thuat ti, kam lexuar edhe rastin tjetër, gjithsë atë librin e asaj gruas që jetoi një vit si mashkull dhe u kthye në horror, po sa do të mundohesh ta shpjegosh ti këtu, domethënë këta nuk mund ta kuptojnë nëse nuk e lexojnë vetë, se duket pak agresive, domethënë. Unë e kuptoj shumë mirë se kam lexuar të dyja. Por që do ishte më mirë sikur t'ia thoshe ku mund ta gjejnë, domethënë, dhe mbase ndonjëherë tjetër ta diskutonim duke u bazuar tek ato, se kështu duket pak e pabesueshme për të tjerët. Po plak, nuk e di tash, nuk e kam lingun, e kam lexuar para disa muajsh, po janë të lirë me kërku për këto gjëra. Dhe çdo dosha më thonë se diçka tjetër dosha më thonë, po harrova. Dosha këtë punën, sepse me të vërtetë tingëllon pak me ndoshta agresive, po është fakt biologjik, është fakt i pamohueshëm. Nëse e mohon, deny it at your peril. Vetë t'ja bën, si thon shqiptarët. Po femrat me të vërtetë gjykohen si partner, gjykohen në bazë të ndershmërisë tyne, në bazë të numrit të ulët të partnerëve, edhe jo më kot. Çfarë do të thënë është fakt biologjik edhe i pamohueshëm? Si është fakt biologjik që është fakt biologjik, se për shembull nëse ti ke pas, po nëse zonja Finnegan edhe Alp Nikolaj, nëse ju nuk më besoni mua, jeni të lirë
kam postu në komente 2 linke për studime, nuk kam pa në link tjetër studime, sham i vetë nuk kam ardhur për me lexu libra në këtë. Po mos lexo më leximi. Debati nuk bëhet duke thënë lexoj libra që kam bërë studime, nuk janë libra, janë studime, janë tu bazuar në studime. Lidhje ka biologjia, se unë biologjinë e njoh modestisht, me faktin që ndershmëria është kriter për gruan për marrëdhënie, për martesë. Lidhje ka biologjia me. Po ka, sepse ai është një e para punës u diskutu kjo puna smundjeve. E dyta punës u diskutu kjo smundjet i kapin edhe gratë dhe burrat. Mirë, kjo puna e binding, e lidhjes nëse ti kur ti ke një partner, plak, ti ke lëshon ke një numër feromonesh të cilat lëshohen. Kur ti ban seks është një numër feromonesh, një numër hormonesh e tjerë gjana që nuk jam kimist, mos më fut në këshin kjo është biologjia. Kjo është biologjia, edhe unë me qa kam arritur me kuptu për këtë studime është që nëse ti këto i ke vazhdimisht, nëse ti bën vazhdimisht seks me shumë njerëz, atëherë ty nuk të lidh më seksi, nuk të lidh më aq fort seksi, nuk e ke më këtë instiktin e binding. Lohet niveli i testosteronit për meshkuj që bëjnë seks jashtëzakonisht ose që masturbojnë. Nuk ja kam më testosteronin kërkuj plak deri më sot. Unë pa thamë që sipas ty në studimeve, sipas ty, po mirë vëlla tash unë shifi linket lexoj apo nuk pranon me lexim. Hormonet dhe feromonet janë simetrike për të dyja gjinit. Nuk ka hormone. Po nuk jam të thonë vetëm për femnat mor, po nuk jam të thonë vetëm për femnat. Më fal në një moment Albi të lutem. Albi, unë prandaj të thash nuk ja vlen ta diskutoj. Unë prandaj ndërhyra fiks për këtë pjesë, sepse ato që ka lexuar ai, kam lexuar dhe unë, në këtë rast jam me të në këtë pikë, janë po lexoj më ke linket. Tani unë mund të përngles po mos lexoj, vallimi është për budallëj. Po. Të lutem. Vallimi është për budallëj, plak, le, mami. E lejm këtë pjesë të japim. Nuk mendoni se është çik më e thjeshtë dhe mund të thjeshtëzohet kjo duke thënë thjesht që femra zgjedh partnerin seksual dhe me kë kryen marrëdhënie gjatë jetës vet, e ka këtë avantazh se e thatë edhe që parë që mashkulli gjuan, femra zgjedh kujt i bie pren thonjza, ndërkohë mashkulli zgjedh me kë martohet. Prandaj ka rëndësi body counti për femrat. Dhe nuk ka lidhje fare as me biologjinë, as me asnjë gjë, se nuk ndryshon gjë fizikisht tek një femër nëse ka më shumë partner. Ndryshon. Dhe te një mashkull nuk ndryshon fare. Unë mendoj se është ndryshon tek të dy. Po pra ndryshon njësoj tek të dy. Njësoj, po këto binding nuk i më atëherë nuk mund të lidhesh më aq lehtë me një person. Kaq ndryshon kur ke pas shumë partner. Ti duhet të presë gjithë, këtu të jap fjalën në Reisit, lutem. Po, jo, megjithëse. Po, faleminderit shumë. Desha vetëm me thonë që do ishte shumë mirë që femrat të parat mos gjykojnë njëra tjetrën dhe të mos rrinë duke ju thonë këtyne meshkujve je i dyti se kanë nisë me besu. Edhe kanë nisë me besu që lexojnë në për internet, kur jeta reale nuk është ashtu. Kaq kisha unë. Se keni një gjuhë shumë, je i dyti, ajo e ndershmja këtu, ajo e ndershmja atje, kur ndërkohë gjithë mashtrojnë edhe rrejnë. Pra ne është shumë mirë që njeriu me qenë i sinqert me veten dhe me vendos kufit e gjonave që nuk i do dhe nuk i pranon dhe me ditë limitet ku t'ja vendosi tjetrit. Diçka që është ofenduese, diçka që ndërhyn shumë më tepër se sa duhet në personin që ti je, është e papranueshme. Pastaj këto lidhet më tepër, zgjidhet më tepër edhe jo mashkulli me eksperiencë, jo pa eksperiencë. Këto janë idiotësira, sepse secili e bën zgjedhjen si çdo vet. Kaq kisha, faleminderit. Hajde, fjala jote në vesh zotit. Jepi ustad tash na mbajnë 10 minuta kësaj radhe, jo si për para. Okej, më duk si ftesë për seks po nesër. Po tesha ka. Vallai plako me këtë sonte se jemi shumë tensionuar. Po, një lloj seksi nuk më ka lodhur sa ky speci sot. Salvation nuk e fol për seksin dhe feminizmin, të lutem. Po, pastaj. Unë dua e shikoj domethënë një gjë që e përsëris shpesh herë edhe do ta përsëris gjithmonë, që ne ngatrojmë këto doket morale, pikpamjet tona morale, pikpamjet tona filozofike ose mendore me ato që i cilësojmë si lloj ligjësie.
I ngatrojmë shpesh herë këto gjëra dhe themi që edhe me biologjinë, se po dëgjoja që po flitet edhe me biologjinë dhe doja ta sqaroja Karlin që kur them kur e cilsoj diçka budallik, nuk e cilsoj personin budall, thjesht ato që thotë, dhe budalliqe mund të themi secili për nesh edhe unë. Tani se ne themi budalliqe se si jemi specialist fare, as psikolog, as psikiatër. Po hajtë të punë, mos e shqetëso se harrova tash. Okej. Ajo që dua të them unë është tek gjithë ky strumbullari i gjërave që për mua problematika e gjithë gjës është te çështja e edukimit. Si në nivelin personal, po ashtu edhe në nivelin shoqëror. Edhe dua ta lidhi çik me aspektin gjyqësor që mund zbulojmë edhe rrënjë psikologjike të një lloj shoqërie. Edmond Tubi ja thot diçka shumë interesante, e ka thënë para ca kohësh që do ta kapim edhe nga aspekti gjyqësor se ku qëndron mentaliteti apo po themi në një farë mënyrë zhvillimi i një shoqërie. Ne kemi shumë fjalë për shembull për femrat që janë amorale, kemi kurvë, zus, krospie, etc, mund t'i rreshtojmë pafund. Ndërsa për meshkujt kemi shumë pak. Kurvar, në gjë kështu që nuk para di shumë. Po kemi shumë fjalë për t'i thënë varikash ose dështak. Ose boçë. Po pra, mos e banalizoj. Tani çështja e kam fjalën. Nuk jam kam sinqerisht, Po tham se kjo është ajo masa në cilët masi meshkujt dhe kjo është masa në cilët masin femrat. Ka dhe femrat dështake, ka fjalë për dështimin edhe për femrat. Po, të lutem. Çështja është që un po them, po diskutojmë aspektin e seksualitetit, nuk po diskutojmë aspektin e arritjeve ekonomike, po e lëm veçmas për një moment këtë gjë. Pra po e marrim të izoluar. Nga ky aspekt, ne femrës i kemi dhënë kaq shumë epitete sepse zhvilluar bota mendore e jona kundrejt këtij fenomeni dhe duke e parë sidomos nga aspekti patriarkal, i kemi gjetur lloj-lloj këndvështrimi. Erospie, zus, kjo, ajo, kështu. Do thënë, po shikosh fenomeni i fundit i plehut mediatik i Big Brother, është Baxhella, kjo, ajo. Pra kemi shumë epitete, për mashkullin nuk kemi. Që për mua, ose duke u mbështetur tek një person që e njeh gjuhën shumë mirë se te zoti Tupe, tregon për mendsinë e shqiptarëve, po flasim çik për shqiptarët, mund flasim edhe për aspektin amerikan që po themi studime leshe e preshje, mos duhen fare ato studime. Në Shqipëri njerë nuk ka studime dhe ne do në mbështetim kryesisht nga ata që e shohim ne si përvojë ose si një lloj qasje kështu më shumë irracionale. Tani çështja është tek pjesa e edukimit. E përmendim duket dhe Alisa në fillim fare tek mbështetja shtetërore, që është një nga themelet që duhet forcuar aspekti edukues i shoqërisë, sepse një shoqëri edukuar ç'a bën? Përveç se i gjen dikujt profesion, e bën që një shoqëri të jetë edhe më zhvilluar nga ana jo vetëm ekonomike, po dhe nga ana shoqërore, morale, mendore, edhe nga ana filozofike, po them fund. Ç'a bën? Ka një lloj kështu, është një lloj fush me shumë vektor, nëse bëhet një lloj edukimi i mirë. Edhe unë shikoj që kjo mungon, sepse nëse ne mund të kishim nisur një lloj edukimi nga aspekti i komunikimit, nga edukimi seksual, shumë nga këto tema ose fenomene që ne po i diskutojmë tani, nuk është se do ishim duke i diskutuar. Sepse një nga ngërçet që unë kam me shumë të drejtë, një nga budalliqet që meshkujve u vishet është të qenit i fortë, të qenit macho, të qenit kjo. Dhe nuk është e vërtetë që mashkullit i kërkohet të jetë ky playeri her pas here dhe të jetë ky personi që ka makinë ose këta janë modele të caktuar, që janë modele negative ose është hijëzimi i natyrës së luftëtarit ose natyrës së providerit të mashkullit, që pompohet në media, pompohet në rrjetet sociale, por nuk është mashkulli mesatar. Sepse mashkulli mesatar ose mashkulli, po themi kështu, normal, është ai i cili është njëri normal që ka një punë, ka një punë të mirë, një rrok mirë, ndoshta një makinë, një gjë, edhe partneri e tij punon, nuk janë njerëz të cilët janë, sepse është shumë e rëndësishme individualiteti dhe secili prej individëve të jetë i pavarur, se në momentin që dikush varet nga tjetri, si seksualist, si emocionalist, sidomos nga aspekti ekonomik, problemi është ne nuk jemi një marrëdhënie, po jemi një lloj kushti, ndoshta tani fusim dhe shokun Marx, jemi një klasë të shtypur, një klasë që shtyp, sepse kjo marrëdhënie krijohet gjithmonë. Edhe duke marrë këta individ të pikëzuar, ta krijojnë një lloj shoqërie, dhe gjithë kjo lloj shoqërie krijon një shtresë e cila shtypet dhe krijon fenomene ndryshme, qysh nga ajo, po themi në mënyrë të rëndom, femra që kërkon këto meshkujt me lekë, që ka një lloj standardi që duhet të ketë një lloj pasurie, ose nga ana tjetër, po themi ai që shtyp paktën në aspektin më të madh, më përgjithësues të shoqërisë,
është mashkulli që kërkon këtë femër e nështruar, këtë femër që mund ta blej me lek, këtë femër që mund ta blej me një post, ose që mund ta ajosh me pasuritë e tij. Edhe gjithë kjo domethënë ka kriju edhe këto se ne nuk folëm për një proces shumë të rëndësishëm përpost aspektit ekonomik, domethënë këto gender roles, te role që ne duhet të ndërmarrim. Se përmendi Karli tek ideja femra e bukur, femra. Po kjo është mënyra se si ti e shikon femrën, ose si unë dua që ta shikoj femrën, unë pëlqen një lloj tjetër femre. Problemi është që çfarë bën shoqëria? Këto shumatore pëlqimesh i mbledh edhe arrin një lloj norme. Dhe kjo normë është e pranuar në shoqëri, por kjo nuk do të thotë që modelet e tjera janë të gabuara. Dhe për mua është që ne duhet të kalojmë në fenomene ekstreme, duhet të kalojmë nga kurvëria, nga seksualiteti i shprenuar, duhet të marrim edhe fenomene ndoshta në thojza idiote edhe nga bota perëndimore, do krijohet një lloj rrumnaje, kështu një lloj tumnaje shumë e madhe. Do arrijë një moment që pasi kemi filtruar si shoqëri, po them, ndoshta do arrijë një moment që këto gjëra do arrijnë një lloj normaliteti, si ai lavjersi që tundet sa tundet, derisa të vi te aspekti i shëndës. Por ama e shikoj shumë të rëndësishme që edhe për debatin, por edhe në raport me zhvillimin shoqëror, pjesa fetare, pjesa e moralit, pra ky morali jo filozofik, por më shumë morali vetjak, edhe që e ka rrëjen te aspekti fetar, të lihet me një anë dhe më shumë të diskutohet një aspekt disi më të ftohtë, ndoshta edhe më shkencor, po edhe më logjik. Se pastaj te pjesa e marrëdhënies midis dy personave, aty është raporti logjik emocional midis vetë personave që vendosin që nga do anojnë më shumë te logjiku, te emocionali, qofse për të emocionalisht body count i ka rëndësi, normalisht nuk mund të rrimat person dhe është zgjidhja e tij, nuk kemi çfarë të bëjmë. Po nga ana tjetër, duhet të ketë një lloj bashkëndimi, se u fol pak më parë për idenë e ekonomisë, idenë e këto janë gjëra që janë bazike te aspekti ekonomik. Ama për mua, nëse nuk ka një urë komunikimi, dhe një urë komunikimi mund vendoset vetëm mbi individ si një shoqëri të edukuar, nëse nuk ka njerëz të edukuar, jo domosdoshmërisht njerëz që kanë bërë një qere me shkollë, po njerëz që realisht ka një lloj edukimi dhe mund të jetojnë ashtu siç thoshte Aristoteli në polis, pra nuk janë kafsh. Nëse flasim për aspektin kafshor, normalisht mund ta marrë edhe 12 vjeçaj, mund ta marrë edhe 15 vjeç dhe i duket gjë normale. Ose mund të lidhet ai 80 vjeç, lidhet me 24 vjeçare. Nga gja vlen për një kurvë, për shembull. Polisi, shoqëria e cila shoqëria shqiptare e cila pas ka kaq shumë fjalë për fjalën kurvë, për dal, baxhell etj. Kjo ka bë këtë gjë sepse kjo është një mekanizëm vetmërojtje, sepse shoqëria është shumë inteligjente, ajo e din se sa e dëmshme është një femër e përdal ose seksualiteti i femrës i lëshuar jashtë kontrollit, e din se sa rrezikshme është për një shoqëri. Po seksualiteti i mashkullit jashtë kontrollit, është i rrezikshëm? Edhe ai është i rrezikshëm, po jo ashtu sa i femrës. Faleminderit. Pikërisht, falni, po flasim për të njëjtën. Nuk është aq i rrezikshëm or plak se ti nuk mundesh, më fal. Kush përfytyroni mashkullin më të bukur në botë? Ka meshkuj predator seksual, më fal. Ka meshkuj përdhunuesa. Nuk është fjala aty hiç plak. A seksualiteti jashtë kontrollit. Mashkulli nuk e ka fuqinë që ka femna me seksualitetin e tij. Ka fuqinë. Po nuk e ka. O Karl, të lutem me shumë gentilezë. Vazhdo më faqet ndërpreva, thjesht. Jo, nuk dua të fyej, po shfaq një pikpamje tënde dhe po e përgjithëson. Unë mendoj që nuk është as pak e vërtetë. Domethënë, jam shumë dakord që ti e mendon që femra ka këtë sensualitetin, po është pikpamja jote vëlla, dhe nuk është përgjithësuese. Ne po flasim për diçka për te aspektit përgjithësues. Mendova se ishte aksion. Jo, po mirë. Po çështja është që mendimet tona ndonjëherë është që mund të jetë të gabuara, nuk ka nevojë me i bërë në aspektin përgjithësues. Çështja është që kjo që thot Albioni për shembull, është që nëse shoqëria seksualiteti i mashkullit do isha ashtu si thua ti, nuk do kishim as përdhunime, as ngacmime seksuale, as favorizime seksuale, asgjë. Do të janë, po ta shikosh nga bota femërore, janë një tmerr, edhe këtë feminilitetin, edhe këtë bukurinë femërore, domethënë tregoja femrat të cilët përdhunohen, ngacmohen dhe kanë friktetin natën, se nuk duket gjë kaq e bukur. Domethënë, na duket ne nga ana estetike kështu e bukur se na pëlqen ne, por i ke pyetur një krahun tjetër se realisht në çfarë gjendje dhe çfarë mendojnë për këtë aspekt?
se besoj që do mund të llahtarisësh te kjo gjë. Po çështja e përgjigjësimit është kalon një lloj edhe janë vesh unë po shikoj që janë vesh çik të moralitetin femrës ose fajin. Edhe unë ta them këtë më duket një lloj qasje fetare për mua personalisht. Domethënë besoj se është qasje fetare. Unë besoj se të dyja gjinit kanë përgjegjësi morale dhe shoqërore për ato që bëjnë. Dhe ne kur thash jetesa në polis rregullohet kryesisht nga ligje, më shumë se sa ligje morale, rregullohet nga ligje ligjor, kështu kodit penal edhe ligje shoqërore të tjera, kodi familjes etc. Por ama përderisa ne nuk I shkelim këto ligje, kemi të drejtë që në këtë fushën tonë të lirisë të veprojmë si duam. Dikujt mund t'i duket negative, dikujt mund t'i duket pozitive. Dhe besoj që gjithë gjëja për ta shmangur këtë, besoj se është tek pjesa e edukimit. Dhe pjesa e edukimit është një edukim I gjithëpërfshirë. Jo një edukim anësor fetar, as një edukim super, nuk e di pas një lloj terminologjie dhe as një lloj konstrukti, as moral, as shkentor, sepse janë shenja që po I shohim, edhe Bleoni e përmendi, që po I shohim edhe në botën perëndimore, që ka kaluar një lloj eksesi edhe arsyeja sepse lindin të ashtu quajtur guru të një lloj maskulliniteti toksik siç është androtet për shembull, sepse kjo nevojë ekziston te meshkujt. Edhe do vi dikush, një bari I keq në këtë rast, që do I mbështjell, ashtu siç Berisha ka tufën e tij të fancave, gjithmonë do gjihet një lider në thojza që do të rresh. Por nga aspekti social për mua, kjo pjesa e përderisa jemi në shoqëri, aspekti I roleve mashkull femër nuk duhet të jetë kaq shumë I theksuar dhe kaq shumë I caktuar nga doket morale dhe fetare, por kryesisht nga zhvillimet shoqërore dhe një lloj narrative të re që ka shoqëria, domethënë paktën shoqëria perëndimore, por edhe shoqëria shqiptare vitet e fundit, që po shkon te një lloj barazie që femra dhe mashkulli në raport marrëdhënie do të kenë një lloj barazie, edhe lisit e kësaj barazie dhe lisit e kësaj marrëdhënie I vendosin ata përderisa nuk thyen ligj. Pastaj për çështjet e tjera kompletoje një ndërhyrje shumë vogël dua të bëj. Ja ta them këtë më të bësh ndërhyrje. Plako, jepi kompletoje tash dhe jep një fjali përmbyllje se do japi secili pastaj në një fjali përmbyllje se vetë edhe shumë gjatë, e kupton? Unë fjalin përmbyllje do I bëj shefin Albionit dhe do ta them me Berishën, kështu që okay. Mua zotrim pëlqej shumë pjeshka, pa diskutim. A mund të flas unë tani? Se më pëlqeu shumë kjo që tha Andi për pjesën e shoqërisë dhe Karli për këtë shoqërinë shumë të zgjuar shqiptare që për sa I përket moralitetit ka shumë fjalë ofenduese për femrën dhe jo aq shumë për meshkujt, po ju rikujtoj që është e njëjta shoqëri shumë e zgjuar që kur do të ofendoj dikë I thot orrot dhe kur do ta komplimentoj I thot alamet. Kështu që janë dy gjëra. Andi ka folë shumë mirë tani në fund, edhe pse nuk dua që t'ja bëj shumë qefin, se pastaj fillon nuk na hyn më nëpër space-a, por ajo që kam, domethënë, si më thën, disa nga shënimet që unë vura re dhe I kam mbajtur shënim për gjatë gjithë kësaj bisedës është definitivisht mendësia dhe praktikat patriarkale mësohen brenda familjes dhe kombinuar me religionin dhe pastaj në tjera rrethe sociale ato shpërndahen edhe kam kuptuar që në fakt përmes kësaj bisedës gjithë çështja duhet shtruar një herë tjetër në pronësi, në mënyrë se si ne e shohim njëri tjetrin, qoftë gratë, qoftë burrat, si pronësi raportat, po do të jetë definitivisht besoj për një herë tjetër apo jo Leon. Edhe më erdhi shumë mirë sepse arrita që të dëgjoja edhe mendimin tënd, Bleon, edhe pse nuk u pajtova me të ose të Karlit dhe shumë të tjerëve, edhe megjithatë arrita që të gjeja diçka të arsyeshme brenda asaj që po thuaj. Kështu që ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit Albi. Jo s'kam gjë për të thënë, domethënë sa I takon asaj atij muhabetit që njerëzit shkëputen pasi kanë shumë partnerë seksuale, shumë e vërtet.
po është e vërtet për ty e gjini. Domethënë edhe meshkujt sot Një fjali mbyllëse kërkoj më shumë plako, një fjali mbyllëse. Nuk kam fjali mbyllëse. Okej. Kam unë një fjali mbyllëse. Do të vira dhe pas mërora, por e shtatanike një lindur të gjithë ju? Po dale alla. Karli, fjali mbyllëse. Fjali mbyllëse, për mendimin tem, neve duhet bëjmë shumë kujdes që marrim shembull, sepse me të vërtet Shqipëria po hapet përkundrejt botës, po zhvillohet, deri dikun ju të paktën një pjesë po pasurohet edhe nuk jena nuk jena ma fshat, ka dal po bëhen abot, edhe neve si jena mledh në këtë hapësirë me fol, duhet kena shumë kujdes kur marrim për shembull një shoqëri si ajo perëndimore, sepse në shumë pikpamje edhe në shumë këndvështrime, po ashtu si ajo lindorja edhe ajo perëndimorja ka dështu, pavarësisht se ka arrit një mirëqenie, ajo në shumë pikpamje ka dështu, nga pikpamja demografike, nga pikpamja familjare, divorcet, etj. Okej, nuk ka aq dhunë familje, nuk ka aq varfëni, aq vujtje, po duhet kena shumë kujdes kur marrim shembull, sepse rrezikojmë me marr tanat këqijat e perëndimit edhe tanat këqijat e lindjes. Edhe kisha më thënë që me të vërtet duhet bëjmë shumë kujdes që e marrim shembull, edhe duhet mi pa ku janë ata që cilët ne do na mi marr si shembull edhe si jetojnë ata. Faleminderit. Faleminderit. Ermali, fjali mbyllëse të lutem. Fjalia ime mbyllëse është shumë e thjeshtë. Mendoj se secili që të arrijë ato lumturinë edhe gjërat e lumtura, domethënë si me njerëzit përreth e të gjitha, duhet të gënjeni. Gënjeni sa më shumë. Faleminderit. Okej, Reis, fjali mbyllëse të lutem. Un jam feministe, nuk I shikoj fare këto si punë ndasie mes gjinive. Unë do kisha dashur më shumë që t'i jepej më shumë rëndësi edukimit seksual, që të ketë sa më pak smundje të transmetueshme që përgjithsisht në shoqërinë tonë I transmetojnë meshkujt që e kanë këtë lirinë seksuale më të madhe. Dhe do kisha dashur më shumë që t'i jepej rëndësi masave mbrojtëse të mos ketë shtatzanit pa dëshiruar dhe njerëzit të edukohen, se sa I jepet rëndësi moralit të femrës në lidhje me seksualitetin. Kemi dhënë, po nuk na dëgjon njeri, më përpara nuk u ka. Unë këtë do kisha dëshirë edhe për mu kjo ka shumë rëndësi, se sa qa mendon njëri e tjetri për kush është I ndershëm e kush jo, këto janë idiotësi për mu. Ajo është përgjegjësi personale dhe zgjedhje personale, kështu që kaq kisha unë. Në rregull, Klara? Okej, shkurt fare, do më keq nëse nuk I pëlqen apo e shokon kjo deklarat, por mendoj se është në të mirë të shoqërisë sonë të mençme, që të normalizohet pjesa që një femër single në Shqipëri çohet në mëngjes, shkon në punë, del në darkë, njeh dikë, bën seks dhe ditën tjetër nuk e sheh më. Edhe kjo nuk ja ul fare vlerat, apo të bëj pjesë tek ndonjë standard I ulët çfarë u përmend më sipër, por përkundrazi, mendoj se është një femër drejt vetplotësimit të saj. Shëndet është për shoqërinë kjo. Mos të lutem. Është Gjenis. Ajo që doja thoja unë, që mendoj se është universale për çdo njeri mashkull apo femër, është që njeriu që kur lind dhe deri kur mbyll syt, marrëdhënien më të rëndësishme të jetës vet, ka atë me veten. Dhe çdo gjë nis mbi një themel shumë të rëndësishëm që çdo njeri duhet ta ketë dhe duhet kultivuar te të gjithë, që është respekti për veten. Nëse ti respekton veten tënde, çdo marrëdhënie që do krijosh në jetë, qoftë shoqërore, qoftë pune, shkolle apo dhe marrëdhënie dashurie, do ta kesh shumë më të thjeshtë ta krijosh nëse ti së pari respekton veten tënde, se duke respektuar veten, e ke më thjesht të respektosh dhe të tjerët dhe të dish cilat pika nuk duhet I shkelësh dikujt tjetër. Këtë doja të thoja dhe pastaj pjesa tjetër, jo numri partnerëve, puna, shkolla janë
janë gjëra që për mua janë më pak të rëndësishme se kjo. Faleminderit. Gazmin, lutem edhe ti. Për fund kisha thënë që rrethet shoqërore, habitatet që quhet Bloni, vetë rregullohen. Domethënë brenda një rrethit do t'i gjejmë ata që e pranojnë domethënë një numër më të madh partnerëve paraprak, dhe në rrethet tjera do të jenë ata që nuk e pranojnë këtë dhe do të gjenden mes vete. Dhe lëvizjet mes tyre, mes rretheve bëhen kur njerëzit i pranojnë rregullat e rrethit të cilin e aspirojnë, por nuk mund të shkojnë me një rreth tjetër nëse nuk i pranojnë ato rregulla. Faleminderit. Andi? Buri leut. Saliun pra. Jo, gjën e fundit domethënë dua t'i shtoj monedhën nga ana e kundërt atë që dha Gjeni, si është që secili ta shoh personin tjetër, mashkull apo femër, qoftë si një lloj vepre arte ose një lloj tempulli ku përpos aspektit bukurisë edhe të një lloj joshje edhe një lloj sublimiteti, në tempull nuk futesh me këmbët pis ose i palar, por ka një lloj Ka një lloj ka ku vajte deri ti. Doli deri ke India lash dhe nuk ne mbyllën muhabetin. Nuk me tha ca lloj ishte. Andi të ngelin fyt. Jemi shkëputje plak. Okay. Vazhdo tani, thuje tani. Jo, s'ban plak, nuk ban. Nuk bëhet. Amanetet herës tjetër. Na jep me krem. Gjenzani si robotik. Sigur, pra se Andi ishte perfekt me qenë tjetër në këtë momente. Andi, jemi shumë dakord me ty, nuk mund të kishe fol më mirë, çuna të kupton çfarë duhet bëjnë. Ta them edhe unë tash një fjali të fundit ose dy fjali të fundit edhe pastaj të përshëndetemi. Shife, i gjithë, domethënë unë dal nga ky space edhe pavarësisht atyre agresiviteteve dhe pjesëve komike dal jashtëzakonisht shumë i kënaqur. Është deri diku arriti qëllimit në fakt për të debatuar gjitha pikpamje të ndryshme. Unë nuk jam i njëjtin mendim për shkak që ishte Alicia që kundërshtuam, unë nuk menduam sidomos me Alicën, Jenisin dhe Rezin, nuk pata kundërshtime pothuajse në asnjë pikë, edhe për shumë gjëra të tjera mund të them me plot gojë që dali mësuar nga ky podcast i kësaj radhe, por që ideja është që duhen diskutuar disa gjëra. Sado absurde të tingëllojnë, sado të vrazhda, sado të prapambetura, sado të pakuptimta ndonjëherë, se persona të ndryshme edhe mbajnë veten mbase në nivele më të larta, e thonë që po ata janë të idiota, janë të prapambetur, këta të tjerë thonë jo, po ata janë liptar, që thonë janë progresista pa kuptim. Gjithë secili ka ato paragjykimet e veta, nuk diskutohet që i ka, edhe unë jam shumë i bindur që ka një mënyrë shumë shëndetshme që mendimin tënd ta japësh pa e sulmuar tjetrin në mënyrë personale ose duke i vënë epitete të prapambetura. Është më mirë të përqendrohemi te fakti. Më mirë të përqendrohemi te thelbi i bisedës duke kundërshtuar argumentat dhe duke mos i negativizuar personin, sepse nëse unë si Bleon mendoj që unë kam të drejtë dhe jo Albi apo jo Alisa apo XY, atëherë nuk ja vlen që unë ata negativizoj akoma më shumë në mënyrë personale. Kështu që unë ju falenderoj shumë të gjithëve edhe uroj që të mblidhemi në tema të tjera në mënyrë speciale, pavarësisht se unë e kam bërë dhe herë të tjera dhe është nga temat e drejtojmë Reisit me këto që në fakt nuk dëgjohet, nuk ka interes për shmangjet e sëmundjeve seksuale. Unë e kam diskutuar shumë, madje, më shumë nga çdo lloj podcasti tjetër shqiptar, domethënë sado që janë, për mos thënë që jam i vetmi. Domethënë disa herë dhe kritika negative marr nga Johan që na mbërzitë na bëre, por që
Unë akoma mendoj që janë gjëra që duhet diskutuar dhe nga që kanë folur edhe në space-et e tjera edhe me Gjenis, doja që të bëjnë një episod vetëm ne të tre, se Andi nuk lë radhë, ke parasysh? Edhe duke u larguar me mbresat më të mira, i falenderoj të gjithëve, ju uroj natën e mirë. Natën gjithëve. Shumë faleminderit për bisedën, më shijoj shumë. Do shihemi në podcaste të tjera.